Po të kafe për çfarë folet që u vonut kaq? Muhabete sekrete. Ndollit vjet. Midis çunash. Ndollit vjetra BGG. BGG. BBB. Ka thonë aksion prej ore, Geri. Po mirë me çrënd si ka? Është nxemje. Ai do të të bëj 4 lona, që si abuzon me tim. Shi si rri ai. Sot është shumë spektator. Sot do flasim për kujdesin për kafshët dhe për ndjeshmërinë që kanë njerëzit ndaj tyre në shoqërinë tonë. Kemi dy të ftuar, Kostën edhe Albanin. Albani s'është i ftuar se këtu është, po që Behind the sot po e shadows. quajmë të ftuar. Ja, si unë jam i huj. Okej. Në jashtë. E nisim me Kostën. Kosta mirë se erdhe njerë. Një kënaqësi Që të ke jetë edhe tu dhe për herë të faleminderit parë. shumë. Kemi ftuar. Kënaqësi dhe për ne që erdhe. Na fol pak, edhe pse s'merresh me, domethënë nuk je 100% si profesionist po flas ndaj për kujdesit të kafshëve. Ti ke vite që merresh me shpëtimin e kafshëve, ke disa kafshë në shtëpi. Si ka lindur kjo dashuri dhe kjo përkujdesje ndaj kafshëve? Ka qenë diçka që ka qenë me mua, do thënë, gjithmonë. Nuk mund të them për shembull që ishte një ditë që pata një frymëzim që tani i dua kafshët, por që kur e mbaj mend i kam pas dash kafshët, më ka ardhur në mënyrë shumë natyrshme. Që u kam qenë fëmijë, kam ndjerë gjithmonë një tërheqje, një dëshirë për të përkujdesur, për t'i mbrojtur. Edhe kam pas gjithmonë aftësinë që të krijoj një lidhje me to. Shumë natyrshëm. Edhe kjo me kalimin e viteve është zhvilluar më shumë. Ka dalë një rast për ndihmuar një kafsh, do i mace do një qenë për ta patur, e derisa ka ardhur tek mundësia për të bërë diçka më shumë për t'i ndihmuar. Po ka qenë natyrshëm. Po në familje si ka qenë përqasja me kafshët? E ke pasur domethënë si edukim që ato të kanë orientuar që t'jesh sa më i afërt me kafshët, për kujdesesh për to, apo ke pasur një kulturë, le të themi, të ftohtë, siç e kanë pasur brezat e vjetër në Shqipëri ndaj kafshëve? Faktikisht, unë kam pas dy pole të ndryshme. Nga një anë kam pasur ti me më që është i do kafshët si unë, edhe nga anë tjetër i mat më i ftohtë. Nuk është se ai kishte inat, po nuk është se ka një connection ndjen si ne. Kështu që kam pas gjithmonë dy pole. E më sa duket unë kam marrë më shumë nga ana time më e, kështu që. Po besoj se është thjesht pjesë e, ku diun, e karakterit, e shpirtit. Është e lindur. Është e lindur më shumë se sa e trashëguar. Ajo ndoshta e ka përforcuar më shumë. Kështu që. Po ti Alban? Po paka shumë si Kosta dhe unë të lindur duhet ta kem, se është i gjë që është ndjesi që e kam pas që në lindje. Më thënë, që kur isha i vogël, shu i kam dash shumë kafshët. Isha shumë i dhemshëm ndaj tyre. Më thënë, ma i mençur kur se ne na rrit edhe i periudhë që le të themi shoqëria shqiptare nuk e ka pas konceptin e dashurisë ndaj kafshës pothuajse fare. Mas komunizmit, domethënë, që edhe periudha kështu ku shqiptarët s'dishin ku ishin, domethënë edhe se kishin mendjen përveç se nga vetja. Edhe kam pa shumë ndodhi që s'janë mirë, s'janë normale. Edhe gjithmonë bote shumë efekt, domethënë. Pavarësisht se unë isha pjesë e asaj shoqërie, domethënë isha rrit në një shoqëri që ishte e egër. Domethënë gati keqdashse ndaj kafshëve, i quhte le të themi frymor, nuk e kishte konceptin e shpirtit. Shite si objekte. Në fakt këtë temë isha ta prekja pak më vonë, por me që doli Albani këtu. Pse mendoni që në shoqërinë shqiptare ka qenë kjo fryma kaq agresive ndaj kafshëve? Ka qenë problemi i sistemit komunist? Ka qenë kultura? Si mendoni ju? Mendoj se është miks kulture me besim. Më thënë, personalisht në bazë të eksperiencës time, kam vënë re që sa më shumë tjetë, s'mund themi indoktrinimi, se është edhe term kështu jo i fort i këndshëm, se duket si gjë e keqe, po sa më shumë tjetë prezent ideja e Zotit në popull, le të themi, ose koncepti i besimit në Zot, aq më shumë edhe njerëzit janë prirur të jenë më të vëmendshëm. Domethënë, duke qenë se kanë edhe i frikë nga një krijues lart, kjo i bë më të vëmendshëm edhe është si praktika që bëjmë profesionalisht, për shembull, le të themi kur bë stërvitje,
sa më shumë bën stërvitja, aq më shumë evolon nga ana muskulare, ashtu evolon edhe shpirti. Duke u sjell pozitiv shoqni, them unë, duke reagu mirë, kalitet edhe shpirti edhe filloj ndjenja, ke instinkt, domethënë që ti je pozitiv. Një kjo, e dyta, ne që është kyç, domethënë kemi dal nga komunizmi e ka prej fare idenë e besimit në Zot. Edhe erdhëm nga një shoqëri, domethënë e ftohtë emocionalisht. E ftohtë shpirtërisht në kuptimin e parë të fjalës. Domethënë, tamon e ftohtë shpirtërisht si nga praktika, si nga ideja e Zotit, domethënë edhe ishim kështu si kafshë tegra, më keq se kafshët, le të themi, nga kjo anë. Për menimin tim bazë të eksperiencës time, se po duket sikur flas kështu rrept, domethënë, po kështu ka qenë shoqëria në atë. Edhe kjo është përcjell pastaj derisa u implementu ideja e Zotit, ideja e besimit, ideja që duhet të bësh mirë se e mira të kthehet mbrapsht, gjë që s'ka qenë ndonjëherë ka qenë që puno, që të fitosh ose të marrësh të ardhura, të rri urtë, të rrike sistemi, e populli e ka vujt shpirtërisht, jeni popull i vujt shpirtërisht, jeni popull i mangëm nga ana shpirtërore, të rritur. A ka të bëj mungesa ekonomike që kanë pasur shqiptarët atëherë? Unë nuk besoj të ketë lidhje me... Se shumë e trajtojnë si mungesë të... Më falë, Kostën ne njohim prej shumë kohësh, sa i bi 10 vjetë, se 5 kur e kam taku, unë as Kostës kena pas gjenë ekonomike, atëherë ishim palestër bashkë, diskutoshim pagesën e palestërës, më thonë drejtë. Diskutoshim kështu gjona minimale. Bukën e gojës e kishim, apo edhe ishte modeste, se boshim stërvitje edhe hashim supë, edhe fillote dëmtine ca ne muski. Po, që të dy e kena pas shumë të fort këtë idenë me një mu kafshët. Do më thonë, nuk ka lidhje, edhe po ta shohim, Kosta është shumë ma ekspert se unë, se Kosta ka kushtu jetën fatikisht. Gati profesionalisht shptimit kafshëve, kurse unë jam shumë sporadik, do më thonë, unë e kam menin ke jeta dhe po qellova ke i kafsh nevoj, në loj, lej punët edhe vazhdoj, kurse ky e gjunat fenomen. Do më thonë, nuk është se i nollërës... Se tani, dhe unë pashur jem një loj, dhe unë jam më shumë sporadik. Ke 4 mace më shpi për shumë që i ke marrë me i shptu, unë s'kam as mace as qena si gjithë, që jam mangut në raport me ty. Menoj unë. Po flasë për kulturën e brezit prindërve tanë, ato kanë pas një mentalitet edhe shumë e trajtojnë. Po vjen me mungesën e shpirtit, se prapë ajo ishte ideja e s'kena bukë për vete. Ne nuk kemi mjaftueshëm mundësi ekonomike për vete, edhe kafshën e shifnin thjesht si omjet pune, për shembull kuajt, gomerët, ose qeni është thjesht për truajtur shtëpinë. Nuk e shifnin si kafshë që t'i mushte emocionalisht ose që të kujdeseshin për të. Po. Fatikisht mendoj që elementi kulturor ka qenë, sidomos dekadat e mparshme, ka qenë ky elementi për ta parë kafshën si objekt. Si një objekt që sjell një përfitim. Kalin për transport, qenin për të ruajtur shtëpinë, macen për të kapur fëmijët. Gjithmonë ka qenë kjo si frymë kulturore këtu në Shqipëri, nuk besoj se është diçka që kemi pasur ne shqiptarët. Po ka qenë përgjithësi. Por megjithatë, mua më shkruaj një perceptim i tillë që pavarësisht se disa njerëz janë bombarduar me këtë aspekt kulturor, ka pas disa njerëz si brenda tyre ju është ngacmuar diçka kur e kanë parë që kjo kafshë, ky qen, ky macë është trajtuar si objekt. Dhe kjo është një dozë empatie. Dhe besoj se ka një ndikim kulturor, por perceptimi është që në fund të ditës është sa empati ka njeriu brenda dhe sa dashuri për kafshët ka. Kjo bën diferencën. Sepse ai që e ka natyrisht këtë dashurinë, do i kundërvihet aspekti kulturor. Do i bëj një rezistencë, domethënë pavarësisht se ai mund ndikohet. E më kujtu një frazë shumë interesante, mos gaboj me ka thënë Kanti, një filozof, thoshte që nëse do ta kuptosh çfarë është një shoqëri, shife si trajton kafshën. Është e vërtet. Unë diskutoj shpesh dhe me Albanin, e them njerëzit që përkujdesen për kafshët kanë shpresë. Pikërisht. Edhe e kam reflektuar dhe unë fatikisht këtë gjë. Dhe është një gjë shumë interesante se marrim qenin për shembull. Qeni tipik. Është një krijesë që ne nuk na bën dot asgjë. Pra ne kemi mundësinë t'i bëjmë të keq asaj. Ne kemi pushtet mbi të. Pra na është dhënë mundësia që ne mund të bëjmë gjithçka për të. Edhe unë shoh njerëzit që e kanë këtë mundësi, pra kanë një pushtet mbi kafshën, edhe shfrytëzojnë këtë, kjo reflekton se çka ka në zemrën e tij ky njeri. Çfarë nga brenda. Sepse ajo është
Era dhe parë qeni është një kafshë shumë e pastër, ka një pastërti shumë të veçantë. Dhe nëse dikujt Si çdo kafshë funi fundit se vetëm njeriu e ka atë sjelljen Egon. që duhet ta zgjedhë e ta kultivojë të mirën e të keqen. Kurse kafshët janë të programuar që në fillim, gjë që se kuptojnë ropt. po, ne jemi kafshë çuditshme. Po, le të themi. Themi thojza. Jo se jemi kafshë, po. Afrohen ke Luani, ha Luani është i keq. So afro ke Luani, do të thotë. Po. Se ngacmo. Edhe po shumë e vërtet. Por qeni ka një aftësi për ta transmetuar më kollaj. Projektu me net me njeriu, po. Si u e transmeton të çiftësinë, të pastërtinë, këtë. Edhe në momentin që dikujt kjo gjë nuk i bën përshtypje, është e çuditshme. Tu ka çik, unë do thëja ka trajta psikopatie, po ndoshta kjo ju kalon ju takon ekspertë të psikologjisë për të caktuar këtë gjë, po me atë timen Më bën për një ide. Ta kortsoj, domethënë. Ka të bëjë rritja, për shembull, juve ju kanë thënë prindërit kur keni qenë të vegjël, kujdes se ta qeni, mos ju afro qenit. Ose Jo se nuk ka ore, domethënë ideja është Po jo, e shohin kështu si mos bëj ke se erdhi doktorit boni gjilponën, domethënë. analogji me këtë, e njëjta gjë. Edhe ka. Ne në Shqipëri jemi rritur me këtë frymë, se kudo edhe në rrugë, edhe aktualisht ditët e sotme unë e shoh këtë që kujdes mos ju afro qenit se të kafshon të hahet, e shohin si rrezik, jo që të krijojnë një marrëdhënie emocionale. Nuk është krejt në rregull kjo, domethënë më fal se nuk dakordsoj shumë domethënë me këtë sepse kjo ka edhe efekt ansor. Kjo ideja e kujdes se nuk ta qeni edhe është e gabuar, është me vërtet gabim se me vërtet qeni ta. Domethënë shumica e njerëzve edhe nuk ka faj. Domethënë nuk është njeri. Për shembull, po ti shkosh me dorë nga sipër, edhe nuk të njeh, ai mund ta quajë edhe si sulm. Shumë qenë kanë instinkt, ai nuk do të kafshojë, ai thjesht bë trigger, domethënë ja takon atë edhe ai s'do me të hongër, ai thjesht ka programuar, ashtu e ka programuar Zoti, domethënë, edhe ta ngul, por nuk është domethënë se o qeni i keq, do të thotë që ti je i paditur. Domethënë, kjo është edhe një temë tjetër që besoj duhet ta diskutojmë më mbrapa të paktën, ndoshta që njerëzit duhet mësojnë, përderisa ne bashkëjetojmë me kafshën, edhe duhet t'i kuptojmë, mësojmë siç mësojmë me njëri tjetrin. Domethënë mos hyj ke shtëpia tjetrit, mos u habit nëse tjetrit sulmon kur i hyn pronë. Po edhe qeni ka pronë e vet, ka atë barierën e vet, barierën që duhet dish. Ka qenë që janë shumë pozitive dhe janë shumë për ul, po ka edhe qenë që kanë një çik fort instinktin. Kanë personalitetin e tyre. Edhe kena parë raste plot edhe online ku afrohen kështu si patkeq ke qeni, ai mund të jetë pozitiv, po një lvizje gabume e ka kafshu fytyrën, domethënë fëmisë apo tëmës që ishte rast. Ajo është hyn te kultura se si sillet një kafshë edhe te. Them se është për te kësaj, domethënë që kujdes se të ha qenë se qeni me vërtet ha. Domethënë ne kishim i qenë lagje që s'lete njëri pa hongër, domethënë kur dilte ai s'kishte njëri mlagje. S'kishte gjë me zbutat lloj qeni se ishin njerëzit që e mashin që ishin shumë agresive dhe kishin rrit ashtu. Domethënë kishin krijuar qenë kështu, le të themi negativ po si ishte. Përveç kësaj anës instinkteve që kanë kafshët, e normalisht që fëmijët duhen edukuar që se si të mbrohen. Po thosha që këtu në Shqipëri ka një tendencë që t'i shohin si me bë negative. Me bë negative. Po mira do kishte qenë që kujdes se të ha, po me shpjegu që edhe nuk është krijes negative, thjesht duhet dish. Me frikë ndaj qenit dhe macës, mos e prek, mos e bëj. Po Krijohet kjo kultura, pavarësisht se dikush ka të ndihshmërinë edhe do t'i afrohet, po e mposhtë ajo frika dhe krijohen fobira në të ardhmen. To shpjegim pra. Mua më kanë kafshu qenë pafund. Për gjatë së kësaj jete. Prap nuk Çfarë ke bërë që s'shkon që të kanë kafshu? thjesht s'kam pas informacioni dhe është çështje kulture, sepse ne nuk na ka mësuar kush dhe s'mund t'i vëmë gishtin askujt që qeni shef më shumë me hundë sa me shikim. Qeni ka nevojë për atë kohën e vet që të nuhasi, të regjistrojë erën dhe pastaj të shef kush je. Edhe normalisht kur dikush vete direkt e shtrydh, qeni është në shok, është sikur të na vinë Po musulman. dikush që s'e njeh të na përqafoj. Ne do kuptojmë po na vjedh. Ne do jemi në shok. Do na shkojë adrenalina në maj. Do shkojmë direkt në tension. Do kalojmë vetë mbrojtje. Po. E njëjta gjë është për qenin. Dikush që s'e ka nuhatur, si ka dhënë kohën e vet s'ta nuhati, do është në shok. Edhe pastaj bie një pse kafshoi, po. Qeni është ai, s'do logjikoj qeni që kush është ky, ç'a shfrytëzimi shka. Edhe ka këtë mungesë kulture, informacioni, shtoj kësaj edhe një mungesë dashurie për kafshët të disa ose mungesë reflektimi dhe direkt dalin konkluzione, i bën një etiketë që ja qeni është i keq. Jo, qeni është i keq, thjesht qeni funksionon ndryshe nga ne njerëzit. Edhe mendoj se do ishte më mirë që
të informoheshim të gjithë, edhe ta edukojmë edhe fëmijën që shiko se qenit mos ju afro direkt. Dhe e ko, ose nëse shef që ngrin kështu, do thotë Po, s'është në terezi, është në nëse shef që ishmëri. stëvis bishtin, ulve mos ju afro, lëre të jetoj jetën e vet. Problemi qëndron se në rast se brezat prindrit nuk janë vetë të informuar ndaj Po. sjelljes së qenit, s'kan si ta edukojnë edhe fëmijën. Po s'kan as dëshirën më informu, Kanë, kjo është po, problemi, kanë s'kan dëshirën më informu. Kjo është çështja kjo është problemi më i madh. Kjo ka ndodhur. Pa mungesa e kësaj informacioni, miksuar pak me dhe një mos përfillje dhe një barazim i kafshës me objektin, e ka bërë që Dalim te mos përfillja, sa keq i trajtojnë shqiptarët kafshët në për rrugë kryesisht. Domethënë, përpara, siç thash, domethënë, paktën kur jam rritun, qeni ka qenë skena tipike, domethënë, ku jam rritun ka qenë fëmijë të ecshëm me gur në xhepa. Edhe i bëshin, hajde, që t'afrohesh, që vitën distancë që ishte i sigurt që kur t'ja kallëciste gurin ballit, bote efekt, domethënë, ke qeni, deri në këtë budallik ka qenë. Edhe mu vite keq. Kjo vërteton edhe atë faktin që njeriu lind nuk bëhet, domethënë se unë jam rrit në një sistem të egër. Kemi qenë edhe lagje shumë e keqe në fakt aty ku kam qenë. Edhe jam rrit me këto lloj njerëzish, kam pas këtë lloj shembulli. Domethënë gjithë qijat që diskutuam tash unë i kam pas shembull personalisht, por nuk kam qenë si ato. Nuk kam qenë i dhëmshëm ndaj kafshëve. Ka pas raste që edhe unë duke qenë fëmijë mund të kem reaguar njerëz budall. Për shkak të presionit shoqëror, kur edhe kalaman nuk kurse ke një mbrojtje të fortë. Por përgjithsisht i kam dash shumë, i çosha në shtëpi për shkak mamit i kam pas shu her mas here qenë ja hiqa trunin, domethënë ishim edhe në pallat ka dytë, edhe i visha kam marrë këtë shokun edhe maj mend që ka të bëj edhe prim mama i ka dash gjithmonë shumë qend. Mami im, si në rastin e Kostës. Edhe baba i ka pas qejf, po ka qenë i ftohtë, domethënë në sensin që nuk ka pas ndonjë reagim kështu wow me qenë të rrugës, domethënë paktën. Me qenë vet po. Në shtëpi po. Po kështu nuk kurse më ka shtyr në herë kështu që sa ta ledhatojmë bashkë apo në gjë, po. Kurse mama ka qenë shumë reaguese ndaj kësaj. Reagote direkt, nësa i shifte shkrije i fare, më futen bela, më thote mu se merr shamace kështu të smura dhe e çosha në shtëpi. Edhe shumë ngelqin pastaj në shtëpi se hajsa për sonte i thosha unë, me thënë ja hate gjithmonë këtë rrengun tim, e dite shumë izë që kishe me not, edhe se shes smurë është gjën nofe, shkreta si nuk i hap do të sytë, se klysh edhe kishe infekcion, kishe probleme. E late që më bërë, thote më futen bela, kishe 124.000 hallat e vete me atë kohën që i në rritë. Edhe përfunote macja më shtëpi, domethënë ishte maçoku i shtëpisë, zakonisht. Edhe është e lindur, është edhe kultivume, po është edhe e lindur, se edhe mamat e shokëve të mi ashtu ishin dashur, apo kam pas një 2 shokë, domethënë që Po flas aktualisht, si e shikoni situatën? kurse tash jetojmë me kohë ndryshme ku kafsha e ka tejkalu rolin e vet, them unë. Domethënë në kuptimin edhe pozitiv, po edhe pozitiv, le të themi që kafsha tash po krahasohet më tepër me njeriu deri në Futen në karrocë fëmijësh. edhe ne shqiptarët duke mos pasi dinjitet si popull, fatkeqësisht s'kena një dinjitet kulturor, le të themi, nuk e se kena shumë formum, ne huazojmë nga tjerët, edhe shohim ç'a bëjnë tujt, edhe meqense qeni futet keqen mami, ke shtrati aty fleme. Huazojmë çdo gjë pa fiqe. Çdo budallik, domethënë, deri në budallik, domethënë. Ka i farë logjike, qenit nuk i bën mirë. Besoj duhet Kosta ka dhe shumë më shumë I eksperiencë. thua ndonjëherë macës ose qenit keqe babi? Mami herë është sigur që si thot, po. Jo, faktikisht ju them mami se zbuten, po. What? Se babi trem. Presoj mos veshës fustan kur e thoni. Jo, thjesht holloj zërin edhe zbuten. Po e vërtet që normalisht nuk mund të them që do të keqen se shofi kështu. Por nuk e them mami babi, u them ku diun, jo se them asgjë. Nuk Ka herë edhe kështu. Jo, atë duket si fenomen normal kjo që të kalon në rrugë një zonjë ose i zotëri i thot hajt ke babi, hajt ke mami. s'ka ndonjë të keq, është gjua afeksioni. Ti ç'mendim ke për të? Mbaret ka herë dhe si instinkt se janë shumë të mirë. E fita hizën, jo, lota i zoni që janë shumë të lezetshëm. Që ke qenë, thot keqen babi? Ka baba çu. Vetëm unë që kam kundra këtij koncepti. Problemi është kur e te kalon më, domethënë njerëzit ka herë e marrin me vërtet
në kuptimin e parë, domethënë e quajnë me vërtet si fëmijë. Ajo dëmton edhe shoqërinë, po me që po flasim për kafshën, dëmto kafshën rreth parë. E kaloi, e bë qenin me krizë identiteti, s'di çfarë është qeni, i humbet instikti, s'merr vesh çfarë është, edhe e kanë patur unë me vërtet. Domethënë humbasin qend instikte. Vërteta të bën me nga Zoti në trup, programin e vet që kanë instaluar në trup e humbasin, s'din më, s'mrohen dot. Ti e mamen bubin, domethënë qeni që kena pas ne, ai ishte mashkull dhe s'ngrete kamën më, domethënë ecte kështu, nuk urinonte fare kështu si qenë të tjerë, domethënë, kishte humb fare, ajo që e kishte pas, e kishte rrit si me këtë idenë e gocës, se e morëm kështu si bi adoptuam. Edhe nga një person që i shton kafshët, ajo mate në batanie, si beb, gjithkohës me i goca, ku dëgjon, me sa duket kjo lloj përqasje, edhe se është kafsh, arrit përcillet në formë energjia, nuk e di si funksionon, shumë e çuditshme, po ajo edhe ishte mashkull dhe kur urinonte ulesh si çulen qenë femra. Domethënë e kisha humb fare atë instiktin. S'kishte fare instinkt, sulmi, ju sulshin qenë tjerë, ulte direkt i pinte kështu, domethënë bote direkt paqe, dorëzoi, nuk kishte fare këto lloj gjë, nuk kishte frikacak, po donte vetëm paqe, ishte kështu i çuditshëm. E kishin humb këto instikte, domethënë komplet kur e marrëm e filluan me shumë punë, filloi duke i heq se nga shtrati e lam në borë. I ndërtuam kolip, jo se e lam, e hodhëm aty, po i lam deri në hap. E kishte zgjidhjen me hyrë ndaç brenda në shtëpi, ndaç me ne, edhe zgjidhte vetë me qenë. Po sepse nuk është njeri në kuptimin e mirë të fjalës, ai ka tjetër strukturë muskulare, ka tjera instikte, ka tjetër formë jetese, ai do të lozi, do të bredhi, ne edhe fëmijë kur kena qenë s'doshim me ne në shtëpi. E kanë këtyre aksesorë tash kafshët. I veshin fustane, çorape, xhupa, si mendon ti? Për këtë fenomen. Xhupi deri diku është funksional, okay. Do thoja, për t'i marrë ngrohtë. Pse nuk janë projektuar realisht që po në përgjithësi kafsha ka gëzofin, madje Zoti ka bërë që edhe ta ndrojnë gëzofin kur si duhet më, kështu që. Por deri diku, hajt mo, po justifikoj. Por unë kur si vesh kafshët, më duket nuk gjë një arsye pse. Dhe kam përshtypjen nëse do i visha, do ishte vetëm që të bëj qefi mua. Dhe këtu lind pyetja. Pse këta personazhe i veshin kafshët? I veshin sepse për kujdesen për kafshët, e bëjnë për ata apo e bëjnë për të kënaqur një kapriç të tyre? Tani kjo është edhe moralim personal një farpike, po sipas moralit personal duket çik nonsens. Që unë ti vesh kafshësh një veshje, ndoshta edhe se ka qef, ku ti s'dihet rehat, për të kënaqur kapriçën time. Ky është një tjetër ekstrem pastaj që e shef kafshën si objekt. Kështu unë mund të jetë suposhente, po. Po. E shohin më shumë si aksesor për të mbushur atë egon realisht ndaj kafshës. Sepse nuk ka për kujdesje, nuk ka një xhup, s'ka një funksion. Se kafsha nuk është se do marrë likes se followers, se ka një account Instagrami, nëse edhe kanë tani, po. Nëse ka kafsha realisht. Meri personi që e madh. S'është modele për fashion që do t'rregoj xhupin gjërat, trendet e fundit. Kafsha nuk është si ne që ndërlikojmë jetën. Po. Se kanë të Ka ego. Po. S'ka ego. Me që dolën këtu? A e dëmton? E dëmton objektizimi i kafshës si model Instagrami, po themi? Se po përdoret në mëskë. Ndoshta në mënyrë indirekte, do thoja, sepse nëse dikush e objektivizon kafshën, këtë gjë e promovon, çfarë bëjnë gjithë tjerët, në mënyrë pavetdijshme, në Instagram. Pra ky është kuklla ime. Trendi. Kuklla e fëmirisë tani ka marrë një formë tjetër, që është kjo kafsha. Po ndryshe kuklla e fëmirisë, kjo kafsha ka një personalitet, ka emocione, ka një shpirt. Se kukullës bëj çfarë duan, nxirë syrin kukullësh fund ditës. Objekt. Objekt është, ndërkohë që qeni s'është objekt. Shik problem për mendimin tim, nuk e mbështes këtë. Mund të hyjmë ndoshta edhe ke ajo, si mendon ti, mund të hyjnë edhe ke ajo ke dëmtimi instikteve, sensorëve që i kanë trup, domethënë temperaturë, sikur rregullimi i temperaturës. Minimalisht po. Kjo është dëmi më minimal që bëjmë, para mos flasim për tjerët. Po. Po vendosja e kafshëve në karrocë, se kjo është më Ekspresioni ekstrem, them unë asaj që tha Kostës. Prapë, është arsyeja pse? Përse bën ky person këtë gjë?
realisht kafsha ka një avantazh, përfiton diçka se e vendosin karrocë, apo është thjesht që ky person i ka kafshën dihet më rehat? A vuan kafsha në karrocë? A ka diskomfort? A i mbien ato instiktet? Unë nuk kam hetuar shumë këtë pjesë edhe nuk mund të them shumë gjëra, po prap me aq sa di unë, me aq informacion sa kam unë asnjëherë se vendos qenin tim karrocë, përveç se kur ka qenë smur ditë e fundit, para se të morte. Për hall. Për hall, po për qef kur. Macen jo, se më shef dhe më shan nga gjitha çfarë të shofi macja. Nuk ta lejon, po qeni që është çik më bashkëpunues. Është një fenomen që më ka bërë përshtypje se dia ke vure, domethënë. Është e çuditshme në fakt se është e kundërta e çfarë ekspozohet, për shembull, njerëzit që vendosin kafshët nëpër karroca, domethënë që i japin një natyrë më njerëzore kafshës. Ke parasysh duan me e bë kështu fëmijë, se kjo është për te, domethënë kjo është, le të themi, personalisht mendoj që është ekstrem, domethënë. Është ekstrem edhe është gabim shoqëror edhe ka dome jo vetëm ke kafshë, po ka dome në shoqëri, ke njerëzit, dëmton njerëzit. Se kur barazohet një kafshë me një fëmijë njerëzor, domethënë nuk po them që s'ka vlerë, ajo e ka vlerë fëmia. Se të dy kanë vlerë se pranë Zoti ka kriju, domethënë. Po si janë një lloj. Po s'është një të gjë. Edhe humbet gjithë thelbi i ekzistencializmit edhe të njerëzve, domethënë po nëse du me dal ke kjo që me sa kam vure unë, kam përshtypjen që këto njerëzit që i japin këto efekte, këto që i bëjnë kafshët si njerëzit, janë edhe ato që kur vje puna me bë mirë në nivele madhore, për shembull në rastin tënd që shplok, nuk janë njësoj. Domethënë, shfaqen shoqëri si persona kafshdashës se më shumë se tjerët, për menimin tim ka të bëjë me egon ose me reklamimin e vetes, për te asaj që ai e mrena, domethënë, kurse e person që është i logjikshëm, racional, edhe që thotë, okay, kafsha është kafsh, njeriu është njeri, kafsha ka koliben, le të themi, në thojza, njeriu jeton mrena në shtëpi se nuk ka instiktet e mbrojtjes, se ne mund të flejmë kolibe, po përfunojmë me 40 temperaturë, se s'kemi mbrojtje, domethënë. Kjo është gjithë ideja dhe nuk jetojmë dot ashtu. Ne jena shumë më të vonë, kam vure që njerëz që e kanë dallimin e qartë mes njeriu te kafshës, janë ato që i bëjnë shumë më shumë për kafshët, se sa këto që morin një kafshë, mundësisht edhe ato e blejnë, nuk e shtojnë. Ky është i tregues shumë. Kjo është around fire. Do e trajtojmë edhe këtë. To e trajtojnë kështu edhe ekspozohen sikur këto janë kafshdashësit më të mirë, ne tjerët nuk marrim veshe, nuk kuptojmë, ne nuk i duam sa që duhet, domethënë, po unë kam pa i raport kështu ç'drejt komplet, domethënë, kundërt komplet, domethënë. Këtu desha të dal si shoqëri ne në Shqipëri, se këtu na intereson më shumë. Ja me që jetojmë këtu po? Po. Shohim këto dy ekstreme që përmendi dhe Albani. Ca që i majnë në shtratë dhe i trajtojnë si kukulla, edhe ca që ose të njëjtët, kur shohin një kafshë në rrugë ose që ka nevojë, janë totalisht indiferent. Ego. Jo, si e shikoni ju si fenomen këtë, sa e keni vënë re, domethënë si mangësi në Shqipëri, a kemi ndaj një indiferencë theksuar ndaj kafshëve e ndacake që kanë nevojë për ndihmë, kafshëve të rrugës? Për menimin tim vazhdon të ketë shumë. Domethënë shumë edhe globalisht se domethënë sa po shohun edhe gjendja globale njerëzore sa vje bi, domethënë patemi bum, edhe në 2020 shpalosi moqijat e veta dhe njerëzit tash i po shkojnë mrap çfarë, domethënë nga ana emocionale po them. Nga inteligjenca emocionale po shuhen fare, po i zhduket. E kjo do ketë pasojë gjitha ne, mes njerëzve rreth parë edhe mes njeriu të natyrës e kafshëve. Domethënë pra ne po bëhen dome madhore në botë. Unë s'jam kështu me këto mbinxemje globale me gjëra, domethënë nuk i besoj, po që ideja është i bëhen dome, sidomethënë në forma tjera. Edhe e shoh shpesh për shembull që ka kafshë nevojë gjitha ne, kudo që të ecim ka kafshë nevojë. Edhe shoh që akoma shoqëria shqiptare, se meqense jemi këtu, shoh që nuk na loj, domethënë kam punë, jo, nuk ndalon për shembull. Nuk kalon për mendon se nuk është shumë egoist në natyrën e vet. Edhe është natyra njerëzore, në fakt po. Nuk na lën për shembull me animu. Kafshën është shumë e vështirë, domethënë akoma është e vështirë. Megjithatë, mendoj personalisht, jo se jetoj në Shqipëri, po mendoj se shqiptarët janë bëj çik më të ndjeshëm se të hujt.
për sa i përket kujdesit ndaj kafshës. Më janë bosh i çik më deri janë bë më të ndjeshëm deri në budallik, më fal se shprehem kështu. Për shembull, ka raste ku ka turma të qenë shumë gjatë natës, s'len me fjet, do të thënë është fenomen shumë i përhaptur se nuk funksionon. Shteti funksionon vetëm në televizor, edhe kur lvizin buzët, domethënë, po nga brenda shteti është i kalb komplet nga gjitha anët. Përfshi edhe këto, po me që jemi ke kafshë tu s'funksionon asgjë. Edhe ajo, me sa më menon që u pat hap nga bashkia për kujdesin e kafshëve, duke se i vriqin, domethënë, sa pam. Nga shumë që kena fol që ishin të brendshëm, domethënë, në atë kohë i vriqin, i bishin shkurt. Domethënë, morën fondet, me sa kuptova unë, morën fondet, i çun. Kemi parë sa foto kamionash me kafshë në qytetet tjera, Shkodrën për shembull, dhe më kur udhtohesha ishin nga 40 qen. Po unë nuk kënaqesha se unë kam që kena qenë me Loren, na vishin 40, unë s'disha ka me përkthen më përpara. Po ishte hatake të tjerët. Për shembull, një fenomen shumë i çuditshëm që është ke kafshët është që kur i lëdhaton ato gëzojnë. Kur vjen një person tjetër, kalon aty në krah, ai do me bë sikur të mbron. Ai nuk është agresiv, po i lef tjetrit edhe i bë sikur e sulmon. Po. Edhe kena pa një ngjarje në Shkodër atëherë kur ishin ja 30 qenë, nuk e di, 30 pa frikë, domethënë, edhe po lëdhatosha kalon, ishte darkë vonë. Kalon dy çuna me biçikleta. Edhe këto shkuan tu i lef. Domethënë shkuan tu i sulmon thonjë se ato nuk po i kafshoshin, po i sulmoshin se gjas me na rujt ne. Me qenë se ne i përkdhelëm, ato u hodhën me gjithë biçikleta, rana ne më kafe nga mrapa, urzun, hodhën tavolina, të merri vërtet, domethënë. Tashi, pro kafshëve pa diskutim, po duhet të ketë një se mund të kalojnë fëmijë. Fëmia nuk ka forcë fizike më mbrojt. Kafsha kalon instikte dhe mund ta mysi. Domethënë turma fillon e qenve fillon e quar mik, me qenë se i pari alfa mund ta sulmojë dhe sulmojnë mund t'i bëjnë edhe doma që mund të përfunojnë tragjedi, domethënë. Kjo nuk është e keqe ke kafshë, kjo është prapë është faj njerëzve. Domethënë këtu kemi të bëjmë me faj njerëzish, se ne kena uzurpu shumë territore të kafshëve, po duam me ja marr gjitha, ato çka s'dingu me ikma. Edhe këto Kemi dhe një regulator nga ka ligjet janë më. Me sa bëra një studim, kishte organizata për kujdesin e kafshëve në Shqipëri private, diku te 170 e ca, diçka e tillë. Në Shqipëri? Në Shqipëri, sipas statistikave që janë regjistruar, jo të gjitha janë të regjistruara, mund të ketë akoma më shumë. Rrezik të që janë të paregjistruar janë ato të sinqertë. Shtetërore, me sa kërkova unë, nuk ekzistonte asnjë. Vetëm disa lajme në 2020-ën e në 2018-ën që helmonin qenë dhe akuza dhe siç na helmun edhe qenin ne, domethënë. Ndërkohë që bëhet buja që jo ne kujdesemi, i sterilizojmë të tash. Po. Me që dolim ke sterilizimi, çfarë mendimi keni? Pro, kundër. Që qike thellë, po, secili ka konceptet e vet. Po. Unë personalisht do preferoja më mirë që të parandalohej vuajtja e shumë kafshëve që ende në rrugë, që shtypen nga makinat, nga njerëzit. Edhe pavarësisht se nëse do dëgjoja një mënyrë ta shmangja sterilizimin, do e bëja, por në këto rrethana që jemi aktualisht, e shkoj sterilizimin si një mënyrë për të parandaluar shumë makabritete. Do thëmë, kjo. Unë them, ne luftojmë kundra këtyne elitave në botë që duan me ul numrin e popullsisë në 500 milion, më thënë nga 8 miliard, se i duken shumë. Edhe njerëzit po e luftojnë se i duket i padrejt, edhe kur bëjmë këto statistikat ekonomike, shohin që fatikisht mund të jetojnë shumë më shumë njerëz se sa 8 miliard banorë në botë, po duhen politika për ndërgjegjësim në popull. Domethënë që shiko, mos bëni dëm se jeni 8 miliard, po bëni dëm sikur jeni 70 miliard. Domethënë, edhe kjo mbase edhe është fry çik më shumë se ç'duhet, se ne e kuptojmë që më shumë dëm bëjnë këto që duan me e frenu, duke bërë lufta, duke hedhë vaksina, më the thash po. Të njëjtën arsye, domethënë, i bi që ne tash dalim edhe se ato duan me bë nëpërmjet këtyre politikave, me heq riprodhimin e popullit, e njerëzve, duke ul riprodhimin një formë. Ulet edhe popullsia, e ne duke kuptuar që nuk është kjo forma, e luftojmë. Mendoj personalisht që Zoti ka domethënë se unë e kam për te
e gjykoj për te ligjeve të tokës, praktikisht. Personalisht e gjykoj qik më thellë, i hyj qik më thellë personalisht. Edhe unë ja kam nënshtru vetën totalisht Zotit, komplet. Vullnetit Zotit edhe e di shumë mirë që përderisa në konceptin tim Zoti krijon këtë frymëzon në krijimin e kësaj, atëherë Zoti është krijuesi çdo gjë në tokë, përfshi shkencës, ligjes edhe gjëra për te fesë. Po flas për Zotin si entitet, se feja ja ul gjithmonë do ta bëj si njeri me mjekër të bardhë dhe kështu gjëra, domethënë, po Zoti është tjetër gjë. Është puro shkencë, puro matematikë. Përderisa Zoti ka ligjet kaq të forta, atëherë nuk e ka problem Zoti që gjithë krijesat në tokë të jetojnë në harmoni totale, edhe të ardhurat për çdo krijesë resurset të jenë pafund, shumë të larta domethënë. Po ne njerëzit kena i tendencë që kalojmë pa besim edhe duam të bëhemi Zoti, edhe krijojmë kështu idesh domethënë që nuk mjafton, nuk bën. Edhe kjo që thot Kosta është e drejtë, unë do thonë nuk e kundërshtoj dot 100%. Po mendoj se kjo është si më umër me pasojën. Domethënë, ku dëgjon, më dhem gishti edhe merremi me gishti, po fatikisht i ke vrarë brylin. Shkaku është bryli, nervi vazhdon edhe dhem gishti. Domethënë, merru sa dush me gishtin, ky fenomeni nuk shuhet ndonjëherë. Do përfunohet, do agravohet, do bëhet më keq. Domethënë, përderisa ti nuk merresh me shkakun. Edhe them se njerëzit duhet mlidhen edhe duhet shohim rrënjën e problemit. Rrënja e problemit është që ajo që diskutuam më përpara që këtu shumica e shoqatave hapen për lek, për fonde. Marrin ato fondet, bëjnë sikur kapin ai qen ai mace dhe s'bëjnë asgjë, mundësisht i vrasin, i fuzin ai shiring. Shteti merr fonde pafund nga shumë organizata ndërkombëtare për mirëmbajtjen e ato lek shkojnë nga 4-5 individ, mbas edhe 10, ku dijon, s'po flasim me shifra, po shumë pak njerëz i marrin ato milionat e euro, i fusin në xhep edhe hapin një magazin, i fusin kafsht aty edhe i qerojnë. Jo të gjithë. Keni asur ndonjëherë ndihmë? Jo të gjithë pa diskutim, po në Shqipëri? Po, ka pas raste po. Në disa, normalisht nuk do i përmend me emër. Si për Jo me emër, thjesht po them, a keni gjetur mbështetje? Por në disa raste po. Në disa raste, ta korrigjoj veten, në shumë raste po. Ku kam pasur rast që mund të shpëtoj kafsh rrugë, kam pasur mbështetje. Më parë kam qenë akoma më i përfshirë, sepse kisha edhe më shumë kohë në dispozicion. Po dhe tani, ka raste që shoqata mbështesin, por ashtu sikur se ka dhe raste që thonë që jemi full, s'kemi vende. Ose bëjnë rezistencë. Dhe unë nuk e di janë full vërtet apo jo, dhe nuk mund të them që po gënjejnë ose s'kan gjë. Thjesht e shoh po e nuhas në përgjithësi që kjo mungesa e kapacitetit fizik ose edhe financiar mbi të gjitha është një sfidë e madhe. Edhe pyes veten time një sekond, po sikur të isha unë në vend të kësaj iniciative, të kisha marrë një iniciativë. është e rëndësishme me fut vetin, domethënë pozicione tjetër. Ndoshta edhe unë do kisha kufizime në hapësirë, ndoshta edhe nuk kisha kufizime financiare, sepse nuk është e thjeshtë. Edhe deri në konkluzionin që e marr të mirë qenë, dhe pse s'kam as fakte pro ose kundër që okay, kanë drejt, atëherë ku diun do i mbaj ca ditë në shtëpi, sa të rriten, do sajohem, do bëj ndonjë postim në rrjetet sociale, ndoshta e merr dikush, por pavarësisht kësaj e ndjej këtë, ka një rezistencë. Ka shoqata, po nuk do marrësh gjithmonë përgjigjen që po sille direkt. Gjithmonë ka jo jemi plot, jo s'kemi vend, jo. Kjo është sfidë e madhe. Nuk e kam hyrë deri në fund që ta kuptoj pse. Që nuk mund të them diçka për këtë gjë, ç'është e vërteta, por për një gjë jam i sigurt që në shumë shoqata që unë kam kontaktuar është ky ngërçi. Nuk ta dhash përgjigjen. Po. Jam kundra sterilizimit personalisht. Po. Kam pa edhe fenomen lidhe me këtë. Kosta ka i koncept kreat tjetër, në fakt nga masa, se me çka kam fol me tjerë, kur e kena diskutu si fenomen, nga që jam kundra e kam diskutu shpesh. Edhe shumica bëjnë kështu si bamirës, po dalin thelb, mas kur nxefet situata, thojnë po jo, po bëjnë pis, jo, po, do me thë dalin ke thelbi. Në kupton?
dalin nga aty ku i djeg, arsyeja e vërtet pse e bëjnë është që jo po bë pis, jo po duan hyn ka ajo pastaj që duan e marrin për objekt, për individual. Po në periudhën pas se kjo është ide, domethënë, qeni bë pis, jo uluret, jo do medal, jo ka nevoja, jo shumon, jo klyshet, jo kështu, duan mira shkurt, domethënë nuk duan përgjegjësi, e duan si objekt, domethënë hajti fusim me lojë PlayStation edhe kalojmë po. Mbaj një kafshë për. Kështu që kam pa fenomen ke lagje që i bjen nesh parimit aty në jo tëndi, po i bjen nesh komplet këtyre që mendojnë se po të shumohen është problem. Deri diku në fakt kundërshton edhe ty. Është problem te qendrat urbane. Edhe qendra urbane po diskutojmë se ande shteti kështu justifikon ligjin e detyrim sterilizimi sepse në qendra urbane. Po diskutojmë me këtë që shumohen shumë e s'ke çaj bën. Ka ndodhi fenomene çuditshëm ke lagje unë këto kohët e fundit, nuk e di. Ndodh sepse bëhen disa pjesëtar të pallatit që kanë të njëjtën mendje. Edhe fillimisht erdhën dy mace ose e mirë macja, ti japim me hëngër, ato mësuan aty, bën klysh të netën aty. Domethënë, përfundimisht ngelën 15 mace ke hyrja e pallatit. Mirë, po ideja tash fillon të diskutu këto dashakeqjet e pallatit, se kam ca në pallat që janë kështu, që s'duan veten e s'duan normalisht s'kan për t'i dash ndonjëherë kafshët, po diskutime që jo po na pejnë pis, jo po më the thash, pavarësisht se banojnë kate që si prek fare. Edhe diskutohesh ky fenomen që do rriten shumë edhe s'kena çaj bëjmë. Po. Edhe ndodhi fenomen shumë i çuditshëm, domethënë ato vetë menaxhohen. Fillimisht kishin një adaptim, për shembull, s'dishin ku ishin, edhe fillun të uzi kështu, kapshin për ushqime, pavarësisht se kishte, se kanë instinkt, pavarësisht se kishte bollik, se aty i jepshin gjithë. Domethënë u bën obez, fatikisht ishte njëri që ishte obez, i vum edhe emrin e i shokut që e kena obez. Edhe i vum emrin e atij se ngjatë kështu, që ishte i shnosht. Edhe fillun të u menaxhu vet. Domethënë, shiko, unë jam këtu, ti je aty, rrim te ky parku, po këtu s'ke punë. Për një hierarkinë e tyre. Unë hierarkinë, vendet, caktuan vendet. Edhe çuditshme është që pavarësisht se ato janë gjithkohës, unë nuk i shoh ndonjëherë me bark bosh ato, edhe janë gjithkohës shtatzon. Se janë gjithë mace aty, edhe janë dy maçok. Çuditërisht nuk rrishin maçok, po tash janë dy maçok. Edhe haremi. Dy sultana. Tamam. Rrin aty, zihen kështu, shiven ndonjëherë kështu, fillojnë me ato me kokat kështu, po bashkëjetojnë. Janë bërë kështu si luaj, edhe është shumë e ngjashme me ato të lojëve që edhe ka herë rrin nga dy luaj kështu. Sulmohen nga herë kështu për hierarki, po kacafyten kështu, po vazhdojnë domethënë, njëri o tjetri do rri pari, po tjetri nuk përjashtohet. Po. Edhe kam vurë që lindin klysh, i rrisin deri far moshe dhe klysh vazhdojnë, i largojnë vetë ky grupi. Pra është krijuar një pas 3 muajsh, sa nuk po ndodh më, nuk kam bipopullim, Mirashkut nuk ka bipopullim ke lagje on. Edhe kam vurë që nuk ndodh fare i fenomeni bipopullimit. Se do bëjmë pis, janë po e numër macesh, ato po rrinë tash, domethënë, edhe ka vite ky muhabet. Fillim që i kaos, ne nuk kemi durim edhe nuk kemi dije. Edhe kjo duhet diskutuar edhe mbase duhet eksploroj çik më shumë që si funksionojnë kafshët në komunitet. Unë e kam studiu se kanë sa vite u bën atje ato macet. Po, besoj aq. Qenë 2 vitet e para që kaotike, hik hajde mbi popullim që e qik problem, po masane o vetë rregullu. E vetë rregullu me njëri tjetrin. Kanë komunitetin e tyre, formën e tyre në diskutimit, merren vesh me njëri tjetrin, por ne s'kena durim. Domethënë jena kështu të padurum, edhe ajo ana negative u diskutu, domethënë që njerëzit normalisht nuk duan veten, jo më kafshët. Edhe nuk e lejnë që ai procesi të ndodhi natyralisht edhe përfunojnë kështu sterilizime ndoshta që pa domosdoshme. Jam ka ajo ideja që Zoti i ka krijuar edhe tash i bi që edhe ne njerëzit fillojmë sterilizojmë veten se po shumohemi shumë, ke parasysh? Besoj se nuk është e drejtë, domethënë e drejta e mbi tesës thamun, edhe e mbi prodhimit në thonjza, domethënë, e vazhdimit racës tyre, është e drejtë e Zotit edhe Zoti vendos. Domethënë ka kriju ligje që ai menaxhon, nuk i dalin jashtë kontrolli. Pra hym ke kjo puna e besimit që ne po të kemi si popull shumë besim mbase, besim të rregullt, po them, tek Zoti. Mbi fen le të themi. Mbase ndoshta nuk do shkote puna që ti tu sikletos që kjo. Domethënë se praktikisht me çka kam diskutuar deri tash i vetmi që e mendon për të mirën e kafshës. Mbase mund të jetë e gabuar me mendimin tim forma,
po qëllimi nuk e ke të keq. Se të njoh, fatikisht të njoh prej vitesh edhe e di që se ke qëllimin e keq, e ke shpirtin e pastër. Po shumica nuk e kanë të pastër. Kamuflohem qifen ke kjo, po debatosh fort. Më thënë, base të zefet e qik situata, fillojnë e nxjerrin ato. Hypin nervat, po jo, po do m'boj pis muaja, ke parasysh të shi, ti se ke idenë se s'ke vete të bo pis, po fatikisht kam pas. Në bazë e një në arsyet pse nuk du të maj pa i kryu ca kushte është edhe sepse është përgjegjësi shumë e madhe. Është përfshi sterilizimin. Ne kena i qenë fatikisht ke obori, ke vjeri, ma i mi qenë. Më thënë, është femër edhe ka hy për 6 e është pas sterilizume. Ka ato e ka për kriza, si që në dhe ke femrat, ke njerëzit, do më thënë që kur është e periudha njerën muj, ka shërgullim hormonal, mund të ketë nervozizëm, emocionet janë i qikë shtirë. Normalisht është me pakët se sa po t'ishte sterilizuar. Po, edhe shoh që ajo ka, do të thënë, njerën muj është kështu si pak agresive, s'di ku është, e ke parasysh është pak konfuze, e ke parasysh pastaj është shumë i dashur, shumë e mirë, shumë e... Po, gjithë qenë që kam pa që janë sterilizuar. Gjatë gjithë jetës s'din që janë, e kanë humbur fare thejt, nuk s'din që janë. Edhe ke lagje është i mace që ishte shumë e dashur, shumë e sjellshme, reagote vite edhe ishte elegante, ishte pasi sterilizuar, është bo kaq, është gjithkohës agresive, i ka ik fare i ka ndryshu komplet karakteri direkt mas sterilizimit, ja 3-4 muaj mbrapa është bo ndrysh. Është bo kështu si palluqe, nuk lviz, shnosh, agresive, në base nuk është në masë ti merresh më shumë me kafshët, mund ta ke humbur më shumë. Unë qenin e sterilizova, edhe i vetëm ndryshim që pati është që nuk kishtem interes për qenë meshkuj. Nuk i lindem me t'i afroheshin. Madje ka pasur një stalker të lagja, ishte një qenë që ishte i fiksuar me Akit. O do ka po s'ka. E lishte, o zotin. Ja ka thyer zemrën. Edhe ati kthej. Po ja ka thyer zemrën. Dhe heartbreaker. Sa kafsh ke aktualisht i kos? 4 mace kam për momentin. Për veshjeni që ngordi, shkreli se. Qeni edhe me 4 macet. Qeni që duke kërë si ai në lagje që është ai fëmija i madh i luaj me fëmijët e vegjël, që nuk rri me shoqërinë e vet, moshës vet, ai fëmija djali se vajza e madh, por i me ata kalamajt e vegjël, kështu duke edhe qeni me kurte e macet. Ishte alfa nështë, ka qenë alfa në base aty? Ishte alfa. S'ka Pas qenë sterilizimit. shumë s'ka qenë natyrë alfa. Ka qenë natyrë E but. tolerante. Ka qenë nuk ka qenë alfa. Alfa ishte një mace që s'binte në sy, pa ajo ishte edhe mastermind. S'ka qenë poku. Paku. Paku. Ajo- Ma kam benë. Ajo ka qenë gjithmonë alfa. Edhe jo ka pasi mace tjetër, po pastaj kur ngordhi në fron i Paku. Nëse. Game of Thrones. Muhabet. I ke vaksinuar macet? Mendim ke për vaksinat? Që janë bërë kështu si spam të vinë mesazhe nga qendrat e veterinarisë çdo 6 muaj, vaksina. No. Mendoj se ato vaksinat e para të vitit të parë mirë është të bëhen. Po pastaj dhe unë aq që kam bërë maceve të mia dhe qenit, të thënë drejtën. Kam bërë vaksinat e vitit të parë, kanë qenë klysh. Pastaj si kam vaksinuar më. Të them drejtën, okej, unë i kam bërë më shumë brenda. Okej, qeni dilte jashtë, po macet nuk i kam nxjerrë jashtë. Shumicat. Ato 4 që kam, ato 4 që kam brenda, pastaj kam edhe 8 që i mbaj jashtë. Ky është më tjetër. Po edhe ato janë të vaksinuar. Kanë pas ndonjë problem? Jo. Kjo është eksperienca ime tani, nuk mund të dal unë të them që mos i vaksinoni apo vaksinoni, por eksperienca ime është kjo, që unë kam bërë vetëm ato vaksinat e vitit të parë, maceve, edhe atyre që kam brenda. Atyre që kam brenda, se atyre që kam jashtë disa dhe s'u kam bërë fare dhe kam pas mace që kanë ngordhur nga FIBI, po FIBI është një virus që po bën kërdin tani me macet. FIBI më saktë, po. Është Covid i maceve, e quajnë. A menon se është në i gjokë shu e sajume? Nuk kam informacion të detajuar, por di që të gjithë veterinarët që pyes, Ka qenë është gëzova që virus jashtë. i kohëve të fundit? është virus i krijuar tani, nuk ekziston një vaksinë për të. E kuptoj. Ekziston një kur për të që në përgjithësi është çike shtrenjtë. Me të bëj pyetje, kur ke fol me këto në lidhje me këtë virusin, atë kanë thonë gjë që është e ngjitshme, se zakonisht Është e transmetueshme. Është e transmetueshme. Madje para një muaji më ngordhën 2 mace. Që mbaja jashtë? Jo, du të them, a është e transmetueshme nga kafsha ke njeriu? Jo.
Okay. Është, do thënë, nuk është e përputhshme Po, me genet tonë, me ADN-n tonë. me biologjin tonë, transmetohet vetëm nga macja tek macja. Po, e kuptoj. Deri tani këtë di unë. Edhe para 2 muajsh 2 mace që i mbaja jashtë, ngordhen prej këtij virusi. Nuk kisha çaj bëje. Kura ishte çik e shtrenjtë, Pas ke fajme, mund. edhe nuk kishin çaj bëje. Unë mundova t'i jepja një trajtim bashkë me një komshin tim që i kemi kështu i mbajmë bashkë ato mace, që janë jashtë, po s'ka çaj bëje. Kështu që për atë s'ka vaksinë. Jetë. Do deri tani nuk ka një vaksinë për këtë virus, sepse është virus i ri. Por përveç kësaj, se u degëzova që jashtë teme, kam pas mace që edhe kanë ngordhur nga viroza. Nuk e di a ka qenë ky fipi apo jo, po që të them se kanë ngordhur, se janë vaksinuar apo jo, nuk e Se jo se thu dot. Sepse S'ke statistika si e fushës. statistika, se jam i fushës, dhe gjithashtu kam edhe mace që si kanë bërë vaksinën e kanë mbijetuar. Janë mace të tjera që kanë qenë bashkë me këto që ngordhën, edhe si ka gjetë asgjë deri tani. Nuk kanë bërë vaksinë. Kështu që nuk mund të them pro ose kundër, por unë që të përkujdesem për kafshët, edhe që t'jem brenda, ato vaksinat e vitit të parë gjithmonë ua bëj. Por që të ri pasaj t'i bëj çdo vit vaksina, më duhet çik sikur ua. Si biznes. Nuk e di, ndoshta edhe kjo, po me aq informacion sa kam unë, më duket sikur nuk i lë asnjë hapësirë të mjaftueshme që t'i zhvillohet çik vetë sistemi imunitar kafshës. Ti bëj çdo vit vaksinë. Unë do doja të jepja menimin tim rreth Po. kësaj vaksinës. Tashi, më di që do morë kështu inatin e masës, se është problem sistemi. Do të thënë sistemi është fut shumë thellë në shoqëri edhe kështu që njerëz si puna ime të paktën quhen kështu, që është konspiracionist. Po. Kam ekspert, do të thënë, kam pas shumë kafsh, edhe qenë edhe mace. Mirë ato që i kishim në borë, po edhe këto jashtë të borët, si në rastin e Kostës. Edhe në e kam pas gjithmonë problem këtë punën e vaksinës, që ku isha i vogël, shu s'dosha të poja. Më thonë, insistoja jo, s'mjep të sens. Edhe si Kosta, më thonë, i kena pas bo zakonisht vit parë, vit dytë. Çdo lloj kafshë që i ka hyrë ke shtëpia, domethënë. Edhe kanë jetu deri në moshën e pleqnisë, domethënë. Kanë jetu 13, po, 13, 14. Rast tjetër, du të them ca raste që të kuptohet, mund të nxjerrim në një lloj statistike me jetën tonë, domethënë. Ne tu para dyqani kena pas i qenë. Roza. Ajo është rrit në rrugë, do të këtu, i morëm kolibe, i vum kushtet, nuk dote. Kur e kena çu kështu në përqendra, ajo nuk hate më, ishte shumë problem. Ishte mësu me jetu këtu me ne. Ishte shumë e gëzuar vite lutem me ne kështu. Ajo kur shkoi një 16 vjeç, asnjëherë vaksinë jetë vet. Le shkel makina 1-2, domethënë që tash sa më shumë dome që të bëjmë krijesat në trup, aq më shumë bie dhe imuniteti, kuptohet, domethënë. Fillo plagështohet trupi, fillo dëmtohet, i bien gjithë vlerat. Ajo 16 vjeç u qerru, domethënë, u klak, u zbardh komplet, u thinj komplet si qen, edhe rritem me i cep, nga që shifte lefte vetëm ka i cepi, rrotullohej aty edhe na vite shumë keq se s'disha çfarë më i bë më. Do t'i në fund fare të moshës sa ishte bo keq fare, domethënë po apriqim ta gjeshin le të themi të vdekur nga dita ditës. S'pa shumë, kishte kap fundin. S'shifte më fare, secte më, artriti e myti fare. Adoptuan në Belgjik. Ka shku në Belgjik, në ato kushtet e shtëpisë normalisht, me pa hirë, pa dëshirën e saj, le të themi, se kishte çfarë më bë më, domethënë kishte përfunduar në shtëpi, do jetonte aty. Po shumë dashuri ato për kafshët. Kishin edhe kafshë tjera, ajo boni regres në kuptimin e mirë. Ose u rigjeneru një farë. Por, erdhi shikimi, filloi duke hec mirë, është akoma gjallë, ka shku një 20 vjeç. Wow. Domethënë, se ka pa në herë vaksinë me sy. Rasti tjetër është ky qeni që hyni shpar këtu. Ai sallami i vogël. Sallami. Se atë formë ka. Kush e ka vaksinuar në herë atë? Ato e para. Këtu janë disa gjona që desha me i vun duke, në fakt që bini qik nesh me këtë mjeksine, me këto formën e si prak trajtimit që bëjmë këto. Këto e shkeli i makina dhe ja puti fare kamën fatikisht. Jo kret nga trupi, po fati ja thyu komplet.
ja thu ke kyçi, edhe ja kputi ligamentet e gjitha, do të thonë tendinat. Edhe kjo pjesa poshtme e këmbës mrapa u mbi vendos doli mrap sipër femurit. Do të thonë i doli sipër, u kput edhe doli kne sipër. Ajo psoi traumë edhe kishte 95 mjesit. Ne nuk e dishim këto personat që e mashin. Do të thonë se ka qenë shtëpi po i pa vaksinuar në herë. Dilte nga oborri, o rrit tek oborri shtëpis vet, o vite rrit në dyqan. Këto dy gjëra bote gjithë ditën. Edhe i thash po pse se çutke iku tha sa hypëm makinë tha u luriti edhe iku 2 javë, nuk u duk më nga trauma e përplasjes që shkeli makina natën. Që edhe s'na loja e, domethënë kjo është edhe ideja që si plaste fare për kafshën atij personi si duket. Edhe iku 2 javë, kishte kalu edhe kur e çum ke veterinar, mas 2 javësh unë e kapa me dhunë fatikisht, në kuptimin që e kapa me zor se nuk dote, kishte shumë e traumatizuar. E futa në makinë dhe e çum ke veterinar, i boni skaner, edhe pa që ishte gjithë mrapa, ishte gjithë komplet dhe tha nuk kam çaj bëj më tha, sepse hajt 3 ditë të para noshta tha mund të kishim çfarë më i bë, domethënë mund t'ja operoshim, t'ja çoshim vëllën, të shpresoshim që të gjitesh tamam siç duhet, ligamentet gjë. S'kam çaj bëj më tha. Edhe me literaturë që e ka që infektohet këmba dhe duhet pre. Se bëhet problem. Edhe nuk duhet ta lesh thoshin mund ta lpi plagën. Unë mundova mos me elon, po ai nuk kishte gjë që e madhe e lpite. Vuna re që ajo lpirja e hapte plagën faktikisht, e pastrote, e hiqte e pastrote plagën, po filloi duke u mbyll dhe duke u regjeneru plaga më mirë se, domethënë mund të mbase mos është e kundërta asaj ç'a sistemi e ç'a shkolla mëson. Fenomenin e përshtymës e kam lexuar diku edhe të njerëzit. E patëm lexuar pas ta fat. Funksionon që rekuperon. Edhe jo vetëm ka enzima, po kam lexuar që trupi në rast kur ke problem prodhon në salivë, në pshtym prodhon antitrupa që janë domosdoshme për problemin që ti ke. Dalim nga ajo që Zoti di ndërkohë që ne nuk dim, domethënë. Edhe jo vetëm që është mbyll plaga, po ajo koma është regjeneruar shumë. Mbase nuk duket sikur i ka shkuar edhe ka zbrit edhe poshtë, duket sikur është zgjat se edhe u shkurtu, nga që hypi më lart pjesa poshtme. Edhe vën tokë edhe ecën normal. Është gjë që po të kishim shku me këshillet e mjekut e me literaturën standarde të mjekësisë, ajo tash do ishte pa kom praktikisht. Domethënë do ishte me 3 kom. Mirë tash që është e re, se është 6 vjeç, po kur shkoj puna që ti je 13, si do ja bëj, se do i kapi edhe artriti. Kam të tjera. Thonë edhe është mangut. Edhe është shumë mirë, siç e pe, ti biles nuk e dishe që e ka komën e vrënë kur e pe. Se nuk vetë e fare. Është krejt në rregull, po ajo kishte i dom pa pamtru. S'ka bëu si vaksinë me që ishim ke vaksina. Një macer ajer nga pallati kur po ecësha unë, u dëmtu keq fare, nuk po edhe po kërkonte ndihmë, kështu që e mora me çun ke veterinar. Edhe plasi debati i vaksinës mes meje, domethënë si i teorie konspirative që jam. Antisistem. Edhe veterinarit ishte ideal i ri, shumë i lezetshëm, është i klinikë veterinare mas 15 kaçit. Këtu në Tiranë. Po aty e çova konkretisht, më pëlqeu ky djali. Edhe po diskutoshim kështu se jo po duhet ta dish që të bëjnë mirë, po i hidhsha shembujt që shiko se më bë përshtypje se çka kam vaksinu, kanë hap krahun shumë shpejt. Kanë vdek. Më i ka kap smunja, presupozohet që t'jetoshin më fort. Qa nuk kam vaksinu, do më thonë ka jetu deri në fund. Nuk më ka qellu mu. Edhe po meditote me vete edhe i moment në lojën tha, pa disi shqipun tha, unë vi tha nga i fshati lushnjë së ndej tha, dhe gjithë jetën kemi pas, jo pa fund mace e qene, pula e dele, ku t'i gjonë, si kena vaksinu në herë mërë burë, tha. S'ka qenë në një, s'kena pa në herë smunje, tha. Shi mund të ketë ngordë në një dhe, po që t'nodhin masa, që t'quhet qështja se duhet ishte vaksinu, as nuk bëhet fjallë, tha. Shu që s'di që të thamë, më burë, thamë, nuk di si ta them, tha, po. Me thënë drejtën këtë që po thuti, tha, e kam pa dhe unë të që menoj, tha, dhe kush i ka vaksinu në era një, tha. Gjithmonë shnosh kanë qenë, gjithmonë mirë, shu që se di këtë punën e vaksinës, menoj se është këthym biznes, për menimin tim është këthym biznes. Edhe këto spitalet që të qojnë mesazh kur regjistroj që shikë se të erdhi vaksina polivalente, kështu, si kam qunë e herë, duket shu si biznes, sa i të merë lek për atë pjesë. Unë s'jam kundra, po jam kundra fenomenin, që ose fenomenin, se këto marrojnë shkolla dhe menojnë sa shu duhet, po them, mos është shkolla gabim, mos më shifen to korporatet e mëdha farmaceutike, mas lekut edhe kanë krijuar sistem që
të marrin prizë, domethënë, gjithkohë që të shpenzosh edhe do e psoj kafsha në fund, e pso kafsha, krijohet një sistem i gabum. Mendoj se personalisht gati kam arrit bindjen që vaksinat janë gabume. Madje edhe ke njerëzit, po me qenë se jemi ke kafshët, Rrim ke kafshët. them ke kafshët. Për mua është gabim. Në bazë eksperiencës time, në bazë studimeve që kam bërë, edhe në bazë muhabeteve që kam bërë me njerëz të fushës, po që kanë mendime të kundërta të fushës vetë, domethënë. Kjo ishte ideja ime për vaksinë. Kosta me çfarë ushqen macet? Ushqim të bler apo ushqim shtëpie? Me ushqim të bler. Ti ke ushqyer gjithmonë ashtu? Jo gjithmonë, po vitet e fundit me ushqim të bler. Pse e ke bërë këtë zgjedhje? Po, ç'është e vërteta ushqimi i zakonshëm kërkon që ne të kemi pak njohuri se ça ushqimesh kafsha mund të përballojë se jo. Se për shembull rushi, qepa, që nuk e di njeri që kafshën ki ha. Edhe mund të bëj dikush mund të bëj një përzierje të qepës, hudhërës rushit, ku diu, një gjellë që ka ngrënë. Edhe smurqen dhe nuk e kupton çfarë ndodhi. Deri diku njerëz e dinë që gjëja me sheqer dhe çokoladë bën keq. Ky informacion është instaluar pak në vetdijen tonë kolektive. Por janë shumë ushqime të tjera. Po kafsha nuk ka instinkt që ta refuzojë ushqimin që nuk është e mirë për të? Ka instinkt, po me sa duhet edhe kafsha ka një dilemë të brendshme midis, sepse gjellërat shqiptare kanë edhe logun e mishit. Tani s'po i futem pak në teknikalitete, po dhe bëhet një mik gjërash, edhe ka Qepa herë shu, e vdekme, do thëmë mrena kudo. e nuk hat mund të thot kafsha, kjo s'm bën mirë. Po ka bën edhe këtë që bën mirë. Çfarë të bëj çfarë po e ha. Nuk e mendon gjatë. Më hat bukë. Hat bukë. Nuk e reflekton shumë kafsha, sepse ka një miks sinjalesh. Po. Edhe unë duke mos e patur as informacionin tim të gjerë të çfarë ushqimi bën mirë ose jo, madje unë as brumi nuk sugjeroj t'u jap se brumi ka sheqer dhe kafshat janë shumë diabetike. Na bo dhe ne keq që më vjen kafshë. Kështu që preferoj mirë të zgjedh një markë që është cilësore deri diku, edhe nëse mund të paguaj pak lekë dhe di që është e balancuar dhe kafsha ka një ushqim balancuar. Kjo është arsyeja. Më shumë për shëndetin e kafshës, unë kam zgjedhur këtë approach. Ke parë ndonjë ndryshim te shëndeti i kafshës kur e ke ushqyer me ushqim shtëpie dhe ushqim bler? Deri tani përveç maçokut që është obez, që macet e tjerë janë fit. Janë goxha fit dhe goxha energjike. Nuk mund ta them me siguri që është si pasojë e kësaj, po një ndryshim të dukshëm nuk e kam parë. Unë e kam bërë vetëm për atë arsye që t'i ruaj nga një pakujdesie imja, kurse nëse ushqimi unë e di që është ai ushqimi posaçërisht për kafshët, e kam mendjen e fjetur që i marrin vlerat ushqimore, i marrin mineralet, i marrin proteinat, karbohidratet e tjera sa ju duan, jo më teprica dhe janë në rregull. Sepse këto brendet që janë serioze, pak të më që informacion sa kemi ne, i studiojnë dhe i bëjnë ato racionet e karbohidrateve, e yndyrnave, e proteinave, ai sa i duan, mineralet e kafshëve që t'i hanë. Sipas moshës, janë dhe ndarë sipas kategorive. Ka ushqim për kotelet, ka ushqim për macet të saj race. Okej, ndoshta dikush mund thotë që edhe mund të ketë komercializuar pak, por mendoj që bën sens që t'jap ushqimin që Sa ti thu, domethënë që sa do të komercializuar, prapë janë brenda normës, domethënë fitimi okay, po ushqimi është ushqim, domethënë është i saktë. Po, për sa kohë që importohen nga jashtë, sepse shumë kompani që prodhojnë ushqim kafshësh kanë kontrolle pak më të rrepta, duke qenë se prodhoheshin jashtë. Po të prodhoheshin këtu në Shqipëri, do isha çik skeptik. Se sa realisht ky ushqim i plotson standard. Funksionojnë shumë institucione këtu. Po duke qenë se markat shumë blej, se s'duhet të përmend marka, mos bëj reklama. Në informacionin tim, ndjenin time janë të certifikuar, kontrolluara, un kam këtë besimin që, okay, po jap ushqim kafshës edhe po e flej mendjen. Dhe them drejtën duken fit. Ndoshta shumë fit se ç'duhen, dy prej tyre janë hiperaktive. Mos janë nga sheqeri që kanë. Jo, kanë racë. E racë vjetare. Deri far pike sheqeri, se pastaj fillua kthehet mbrapsht. E kanë racë, se dhe mamaja e tyre që i lindi ishte shumë gjuetare pa parë, i zhduket gjithë minë lagje. E kishte instinkt. Edhe këto macet e vogla që kam janë gjuetare shumë. Edhe e kanë instinkt, mzije mirë tjetër, varpojnë, unë i lë, normalisht. Në lum lagje që i ka. Dhe i mbajnë shtëpi. Lum shumë tapet që janë shkatruar edhe shumë. Madje kjo puna e mive, miu është shumë të merr i makinave.
Domethënë ku ka mi, se futen kështu ke motorri edhe i hajnë çati tela, qarqe elektronike, elektrike, aty ke lagja. Serviset e makinave. Shumë problem. Me vërtet është problem shumë i madh kur ka mi ke makina, domethënë se nuk e bë dot më, nuk e mbledh dot më mbrapsht, kur bëjnë dome kështu katastrofike. Aty ke lagje, do thoni i them aty në lagje, po le o burr macet, pse mërzitesh nga macet? Edhe se i negativ, i them, do bë mirë se të ru makinën, e ke parasysh, s'ka mi fare, kur s'bë, na hyte deri ka dytë ka hyrë. Domethënë se si e ka gjet, po ka hyrë ke lagje para se të vite ky fenomeni këtu në macet. Kështu që edhe në rreth njeriu. Më fal se të provoj Alba, një nga argumentet që ti bësh dikujt që si ka qef macet, që ta ketë qef macet, thoj që heq mijt. Interesante është. T'ja çosh në mi kështu na, po s'kam mi unë. Tani dhe miu Mas të zezë, shumë mi unë ke shtëpia. Po ti çmendim ke për ushqimin? Unë them, do me më fut shërë me kosën se s'bon, Po unë dua opinionet kundërta, nuk dua kështu. Unë jam me ushqimet natyrale, fakt. Me thonë, i gjoa po është shumë e rëndësishme ke kafshët që duhet me, kjo që thot, me thonë, jam dakord me kohë se shumica e njerëzve janë me nefregista, do të thonë, nuk studiojnë as për veten e vet, do të thonë i ke gjithë obezës, ja varin vetes, do rinë të merren të shija po çaha kafsha, e ke parasysh edhe mund t'i fusin në ushqim kështu fiks, edhe nov mas. Po mirë, ma deri dje thuhet si term, po deri para shumë vitesh, prindrit tanë, gjyshrit tanë, jepnin një tas me qumësh, për shesh, çakish. Po, deri bër gabime. Deri djes ke bë gabime se ke pas elementa organik shumë të mirë. Do me thonë, ato kisha ushqimet i mish, qumsht, kos, gjona ta mund, do me thonë. Kurse sot s'merr vesh apo jep kafshë, za ha dhe budalliqe nga më të ndryshme. Macja është karnivore. Do me thonë, macja do vetëm mish. Nuk ushqet, qeni mund të hajnë patos, patatina, që ti dalë, pa se janë shkatrim të të. Pastaj është edhe kjo shpreha që mund Qeni atë zavatë. Qeni qepën, e di njerëzit se e kanë nxjerrë si shprehje. Përveç lakit. Qenit nipit tënd, e ha qepën. Po, laki, po presh. Që dali para, domate, qep, kastraves, që tjetë shu që i futet në goja. 11 vjeç? Po, edhe shnosh, tull fare, si që edhe super hiperaktiv. Super hiperaktiv. Kështu që i them që mace s'ka nevojë për shumë. Një mace për shumë me trup mesatar, ose edhe madhore një 2 sardele, në ditë rrezik janë mos të mjaftueshme për vlera ushqimore. Sidomos sardelet. Po, them një kështu val nxehtë për bakteret, qose do ja heq se tash ja hap ato ja heq ato ja zbut mishin se po i dhej val nxehtë ja zbut edhe ja heq kollaj ato shtyën kurrizore. 2 nga ato, ja 3, i ka marrë gjithë vlerat ushqimore mace, domethënë. Rrezik mos them që del edhe më lirë se sa me ble këto ushqimet e paketuara. Është një gjë si me stërvitjen që janë fiksuar njerëzit me marrë kështu kova me proteinë nga 80 euro. Ndërkohë me 80 euro unë s'di sa kile mish mund të haj në muj, domethënë, sikur fileto pule. Po. Si je vegetarian? Jo, s'jam vegetarian. Pro mishit. Si do kafshët e që po e dera ata morë. Në një episod në Albane, ka shumë lehtë. Ta protein mund të hash kështu, ble me mish sade, domethënë, shkoj ble 80 euro një procesume që shumë e shtrenjtë, po e njëjtë gjë edhe ke kafshët noshta, se di unë s'mor. Nuk e di sa kanë kostot, që kosta po mendoj, me vërtet për një sekond. Ble sardele. Ble sardele, i kile sardele. Wait a minute. Jo, fatikisht duhem bërë si llogari. Po, e kena për zotin, ishim duke diskutu i ditë me i shokun tim, jo, po se duhet morë protein se muskulit i se kuptoni tash. Në këtë rast kursimi është efekt anësor pozitiv, se primar është shëndeti i mace. Shëndeti i kafshës, po. Qose se di, më thonë, qose njerëzit s'morin vesh s'din fare, edhe s'kan kohë mu marrë me më the tash, le të veprojnë si që këshilloj Kosta, rrike brandet ke markat më të mira, që kanë sigurinë më të madhe, certifikimin më të mirë dhe merr ushqim të hajrit. Dhe nuk janë gjitha të shtrenjta. Ka edhe të shtrenjta, ka edhe që janë të përballueshme, që janë të hajrit, janë po, mrena standardit. Po. Nuk do të them gjithmonë që blini to të shtrenjta se. Kosta, na thuj në një eksperiencë me kafshët që të ka lënë gjurmë, qoftë nga këto që ke shpëtuar ose në një që ke pasur në shtëpi. Unë shumicat e eksperiencë e kam, jo shumicat, se nuk, po një pjesë e eksperiencë e kam të këqija, që nuk e di a do t'i ndaj ato apo të mirë. Që janë shkuptim? Makabre.
Që kanë përfunu keq për kafshë. Po kam përfundu keq për ka. Do që e munu ti do më thëmë, që ta kena të qartë. Po. Në këtë sens. Po, është munu Kosta, po nuk kanë arrit dot. Po, faleminderit që më ndyri Alban se. Jo, ndaj në një Njerëzit eksperiencë smushin mirë edhe që s'di që ty të kalon edhe mbresa emocionale që e dallon nga të tjerat. Që më kalin mbresa emocionale, po ndoshta edhe mace që unë kam tani, që është 12 vjeç, për fillim me atë, nuk është se e kam bler, fatikisht është një kafshë që unë e kam shpëtuar. Pa plan, s'ka fare plan me mace, por se i doja kafshët. Kisha vetëm qenin atë periudhë. Edhe dola një ditë për të pirë kafe, edhe po shika ca fëmijë të lagjës, që mace ishte kotele atëre, edhe e kishin ka prej bishti për të ulloshin si helikopter. Kafshën prej bishtit. Dali prap te kultura. Dhe po kënaqeshin këta. Duke e rrotulluar. Derisa pa rrotulloshin normalisht. Po kënaqeshin, shive pak çai bëj po. Shive pak çai bëj, mua aty më erën syt. Kanë lutë shumë Sonic the Hedgehog, se ai kishte kështu që fluturonte ke loja. Exactly. Më erën syt se edhe nuk dihet më ku janë ata fëmijë, nuk janë gjetur akoma trupat e tyre. Mori mund telefon atëherë dhe ishin bashkë, domethënë. Bëj shaka. Po më pandajtit janë. Por që më erën syt vërtet. Ta normale u bë. Po. Se isha edhe 20 vjeç atëherë, sa po, fiksa që bie, pak më gjatë se sa tani. Hormonet janë kështu në ekstrem. Në ekstrem edhe nuk e mbaj mend fillimisht jam tur me vrap. E kam kap prej zhelesh. Një prej atyre çunave thjesht e kam shtyr kaq. Edhe ma mora macën e thash mos ti shoh më që Sa metra ke shty? s'e bajmë. Thjesht është shtyva, nuk është se godita apo bëra diçka atë. Po, jo. Thjesht është shtyta, sepse Po është skene e rëndshme. unë nervozova kaq. E shtyta i mora macën. Kaq e thash mos i shoh më nga të poni macë këtu. Të lagje sa ti e mon. Okej, mora macën. Në kujdesa dhe ngeli në shtëpi. Përfundimisht. Përfundimisht ngeli në shtëpi. Edhe kam dhe akoma, edhe ky është një rast. Po ndarja me kafshët është e dhimbshme? Jashtë mas e djeshme, së mos ku jenë papritur, s'me mua me qenin. Se qeni ishte në pamje të parë mirë, edhe për një muaj ndryshoi si nata me ditën. I ranë fuqi u pre, edhe për një muaj ngordhi. Edhe kjo është shik, se s'je pas kota të përgatitesh. Si e përgatit, nuk ke Po. kohë, nuk je mësuar me atë. Po, ta procesosh. Është e dhimbshme, jashtë mase, për dikë që i do kafshët, por pas sa reflekton e thua, kur merr përsipër përgjegjësinë që të kujdesesh për to krijesa, do marrësh përgjegjësinë edhe që të përballosh një ditë humbjen e tyre. Nuk mund të kesh njërin pa tjetrën. Edhe kam bërë paqe me këtë fakt. Kërkon çik resiliencë kjo gjë, po s'ke çaj bën. Po shqip, se jo të gjithë e kuptojmë si shprehje. Shqiptar. Po, po, Jo, po jo. Ma e men kongë, po e di që ka e rrujtë. po. Shprehjes. Po, kërkon pak aftësi ripërcëritse. Durim. Po, Durim, pak- meditim, po. reflektim. pak forcë së brendshme, pak guxim, që ta përballosh, po që s'ka ç'a bën. Kështu është. Kështu është krijuar ky realitet dhe do ta pranojmë siç është. Procesi i jetës, le të thënë. Është procesi i jetës. Nuk e ndryshojmë dot dhe e pranojmë. Kështu që pavarësisht se është e dhimbshme, siç ka qenë për mua kur u mbaj qenin dhe është akoma, Se ti ke pas edhe shumë vite, fatikisht, dhe ritmet. 12 vite ishte bërë si shtëpis. Ishte i shtëpis, fatikisht. Po, ishte i shtëpis. Çfarë ke mësuar ti nga kafshët? Me që e marr gjithë këto vite me kafshët. Në kuptimin, jo çfarë ke mësuar në sjellje ose kështu, po gjithmonë në ndërveprim me një qenie të gjallë kupton diçka në jetë. Edhe në sjellje kam mësuar. Po. Nuk kam mësuar shumë gjëra edhe kafshë. Vallaj, po. Në një gjë që do ta theksosh, çfarë të kanë mësuar kafshët? Mund të veçoj ndoshta 2-3 gjëra dhe e para është se sa shumë ti mund të krijosh lidhje të forta me të tjerët, duke mos patur ego. Kafshët kanë një krijojnë lidhje të fuqishme ne, se nuk na prekin egon. Se ne njerëzit Ose edhe s'kan fare vetë. nuk kanë vetë. Zero. Kali Zero. nuk do me ditë se je me leka pa leka, po ke roba me ble kur i hypën sipër. Pikërisht. Qeni s'do me ditë se i shoh shumë edhe ke këto që imagjino se
kafsha e ka shumë të lidhur me ushqimin. Afirmitetin se do të bjetoj, apo jo. Edhe i shoh që janë këto, janë ca ndacak, zoti i bekov domethënë, po. Janë ca ndacak që s'kan më harë për vete. Mbledhin çat gjeng ke koshat e meturinave, edhe kanë nga 3-400 nga mrapa, besnik. Domethënë ato s'kan për vete çat, domethënë morin ne kos që e kena hongër, ne e kena hedh. Edhe ndajnë gjysmën vete, gjysmën aty rrinë me ato. Po. Jepi sa dush ti mrapa. Ai prap do shkoj ka ato. Ato. Është një aftësi e mrekullueshme. Ka ego fare. Këtë kam mësu. Unë nuk kam për ta zhdukur kur egon time në atë nivel që e ka kafsha. Po. Është e pamundur. Është e pamundur që unë të zhduk egon time. Ego ime do manifestohet shumë forma sepse kam komplekset e mia që do punoj me veten, por megjithatë kafsha më ka dhënë një model. Është si rikujtesë. Është si rikujtesë që sa raporte esenciale mund të krijosh me të tjerët nëse egon e çon plan dytë. Dhe mendoj se një nga arsyet se ne krijojmë një connection, një lidhje kaq të fortë me kafshët është sepse ato s'kan ego. Edhe lidhja është shumë e pastër, e bazuar në diçka emocionale, në diçka Nxjerrin pa motivin ton, le të themi. po, pa interes. Kjo është gjëja e parë. Kurse gjëja e dytë që do theksoja është kur ne i përkëdhelim kafshët, sepse ti jemi sinqertë me veten, sigurisht unë përkujdesem për kafshët që kam, sepse më dhimbsen, sepse i dua, por gjithashtu edhe sepse ato mbushin një boshlik brenda meje. Psikologjik. Mi japin kënaqësi, Antistres. janë antistres. Dhe kjo deri këtu nuk është diçka e keqe kjo gjë. Jo, Është diçka e mirë. interesi pastër. Është interes i pastër, edhe pse s'është vetëm interes. Por është interes i pastër, por për mendimin tim është brenda kufive të shëndetshme. Është interes i shëndetshëm. Dhe sigurisht, ato plotësojnë një boshllëktimin emocional, një nevojë time dhe shumë mirë që bëjnë. Por unë duhet të jem vazhdimisht i vetëdijshëm që kur unë mbush këtë boshllëktimin, mos i dëmtoj ato. Për shembull, E kuptoj. Mos filloj- ti përdor si mjete. pikërisht. Për shembull, po vjen një shembull shumë i thjeshtë, mënyrën si e përkëdhel. Pse e përkëdhel dikush kafshën? Sepse është një eksperiencë që i jep kënaqësi, rrit nivelin e serotoninës, ul stresin. Kjo është ajo që unë marr. Po unë do të sigurojmë si e përkëdhel të kafsha, mos e marr frymën edhe ajo është kështu. Që mos kalojnë bezdisje Po, të bezdisje. krau tjetër. Pra unë duhet të jemi vetëdijshëm e të mbaj balans. Unë do e marr atë dozën time të serotoninës, po ndërkohë duhet t'i jap dhe hapësirë asaj kafshë që mos ta stresoj kot. Mos ta shqyej. Por nuk do të tregojmë egoist too much. Egoist dhe duke marrë parasysh këndvështrimin e saj. Dhe unë ndonjëherë e kam bërë, duke përkëdhelë matë, se kam bërë ndonjë gjë me kabritet, po. Truni kështu, kur Kam e shikoj bezdisje shumë ndonjëherë. me atë butë kështu. Po si të gjithë. Po, dhe të gjithë e bëjnë. Ja ngulë dom. Po, dhe unë e kam bërë. Edhe normalisht mace bezdicet, me atë të vetën Mos gjoni Albani, mos i ngulni dhe matës. me atë vetën thot prito vllazët. Kam dignitetin tim dhe unë. Kam drejtat e mia. Kam drejtën Kam nevojë për hapësirë. Kam nevojë si më trajto çik mirë. E drejtë. Edhe ka raste që e reflektoj e them prito, okej, Kosta përkëdhele, por dhe respektoj pak shkretën se. Po ule çik atë Dozën. psikopatin. Po. Edhe kjo është një lloj disiplinë emocionale që unë duke reflektuar edhe duke ndërvepruar me kafshën e kultivoj. Edhe reflektoj edhe në shumë Po, bëhesh i marrëdhënie me vëmendshëm, njerëzit. bëhesh i Një vëmendshëm maturi edhe ndaj në fenomen. E si e ka kriju Zoti, është shumë interesant fenomeni që ne duam ti përkdhelin, ato duan të përkdhelen. Do të thonë është simbioz, është reciproke fare, domethënë, nuk është i gjë që ti e bë edhe ai se duron dot edhe si t'ja bëjmë tash, e ke parasysh. Përveç në rastin ku po thoshte Kosta që te kalon limitin. Për shembull, një pjesë e mirë macave s'duron ke barku. Po ne kemi fiksim atë pjesën e butë. Është sante ajo. Dhe në shumica e maceve, kam lexuar, nëse të lënë ta prekësh te barku, do thotë që ka një besim tek ti. Dashuri e respekt papam për njeriu. Dhe unë e vëre tek nga macet që kam, këto macet më të vjetra, nuk kam fare problem t'ua prek barkun. Po e kanë shumë më të fortë këtë se qeni, fakt se qeni është i çik më bish për dradh, le të themi kuptimin që del direkt në bark kështu, po e pa që e pozitive dhe ai do, kurse macet e kanë shumë më të duan më kohë, duan ta meritojnë, më Duan fortë për se me shumë qeni. lutje, macet. Kurse këto macet Që janë më të reja, Andrejqet. kam tani, tos nuk më lën kollaj të prek te barku, kontraktohen. Edhe unë shikoj që kjo mace tek unë nuk ka besim 100%. Tani unë nuk e di çka kam bërë unë. Dyshut. Janë ndryshim në krahasim me këto të tjera. Këto janë totalisht e lejnë veten të jenë të cenueshme,
vulnerabël, nuk e kanë problem fare. Dhe unë e dalloj te kjo, kur i prek te barku, nuk stresohen fare, se ato janë çik kështu. Që kujdes, I'm watching you. Çmendim kemi për tregtinë e kafshëve. Okej. Ke bler ndonjëherë kafsh? Kuptim tregtinë, e ke fjalën që këto që i përdorin për t'i shitur në për dyqane e kafshës, kuptimin e parë fjalës. Ti blen një Se kafsh. ka tregti, është edhe tregtia që i shkojnë anë rinocerontit, Jo. brinën Po e flas për gjithë dyqanet që shesin kafsh, po, këto të racës në thonjza që i qyjnë qenë Çdo lloj kafshë kafshë. race. Tani kjo është një temë që prek një tel tek unë. Po. Unë kam bler një kafsh dhe jam penduar. Ka bler. E rëndësishme është që e penduar. Po. Para se të kisha Akin, që ta adoptoj Akin, një muaj më parë bleva një spic. Klysh, edhe ngordi për 10 ditë, se kishte smundje toke. A këto kam gjuhë që këto raca ka problemi qik. Po. Tani, edhe kam reflektuar pak thellë të gjë. Nese, sa vjeç ke qenë atëherë? 19-20 vjeç, diçka e tillë. Dhe kam reflektuar më shumë tani, se atëherë thjesht kishte dhimbje. Asgjë tjetër. Shumë pak reflektim. Tregtia. Unë do pyesja veten, është ky tregtar? Po hapet biznesin e kafshëve. E para punë pse po e hap? Çfarë do? Si e sheh kafshën ky person? Përgjigjja është thjesht mendoj do lek. Do lek. Sepse nëse do ishte një model biznesi, do thoja unë, sepse jam përpjekur shumë në mendjen time, sepse unë jam kundërt. Do ta nis çik me konkluzionin kësaj radhe. Pa. Ja. Përgjigja e pyetjes është kundër. Se në përgjithësi shtjelloj një herë, pastaj ta konkluzon. Jo. Pyetje, Dhe shtjellomra. jam kundër. Unë ku do sugjeroj mos bëni një kafsh, adoptojeni se ka Shqipëria kafsh plot. Madje kam bërë një video që i këshilloj njerëzit të adoptojnë, kaq. Okej. Pavarësisht kësaj, jam munduar me veten time që të imagjinoj një skenar ku dikush mund ta bëj këtë gjë, të biznes pa i lënduar kafshët. Dhe ç'a përfshin kjo, ç'a presupozon kjo? Kjo presupozon që në radhë parë këta njerëz t'i duan kafshët, mos i shohin si objekte. Para fare. Po rrin ke Parimi. bashkëbisedimi që kena bërë deri tash. Pikërisht. E dyta, të krijojnë kushte që ato kafsh vërtet do shiten, po derisa të vijë momenti që të shiten, të trajtohen me respekt, me dinjitet dhe të mos vuajnë. A ndodh kjo në bizneset që janë këtu? Pikpyetje shumë e madhe. E treta, të vaksinohen. Të bëjnë paktën ato vaksinat e vitit të parë, sepse Që diskutuam. për rendimin tim ato janë të rëndësishme. Okej, ndoshta s'mund të bësh më vonë, po ato bazike ndoshta duhen ose të mjekohen, Me qenë se janë edhe në grup aty edhe rrin tuf, si më Po. thonë, është problem shpërndarje. ose të mjekohen se ka lloj smundjesh, siç ka smundja e tokës ky. E katërt të trajtohen mirë, jo thjesht të mbyllen në kafaz si kanë burgosur. Dhe unë pyes veten, këto biznese që shesen, kështu do marr inat për të gjë, por mua nuk më intereson shumë kjo pjesë. Unë dua të flas për të gjë e drejtë. Sa nga këto biznese e bëjnë këtë gjë? A ekziston një biznes që ka parime kaq të forta, ka një dashuri kaq të fortë për kafshët, sa që vë kafshën para fitimit monetar? S'të hapte dyqanin fare mendoj, po të ishte ashtu. Kështu që përgjigja pak a shumë është e qartë. Dhe duke qenë nëse Më fal, edhe në rast se i plotëson gjitha këto kritera, është domosdoshme që kafshët Jo. shiten. s'është domosdoshme, por unë deri diku Sepse ne mund të kuptoja. gjejmë kudo. Sepse, më fal Arbas, në preva. Sepse ky person ndoshta është një person që investon kohën e vet, që rrit sa kafsh, për kujdeset për to, shumohen, edhe për të kohë do paguhet. Okej, deri diku it's fair enough, sepse ky po kujdeset për to kafsh, nuk po i trajton si objekte shitje, dhe nëse diku do ta blej, okej, sepse ky person po investon gjithë kohën e vet. Do thot dikush, ky do ta bëj vullnetare këtë gjë, kjo është me drejtë. Jam shumë dakord, por nuk do ta gjykoj. Edhe nëse ky person thotë që unë do harxoj kohën time, e për të kohë do Do të paguhem, shpërblehet se do mbaj familje, Për po. do e kuptoja. Por çështja është që nuk kush e bën këtë gjë. Po, ajo mund të ketë i sens për shkakun kam pas njoftur që i doshin shumë kafshët dhe kishte mashkull femër, pastor. Po. Domethënë qenë pastor gjerman. Po. Edhe qembari. Po. Se kështu i bi. Qenstani, Qenstani, po i versioni gjerman. Edhe kishte mashkull femër ato riprodhoheshin, domethënë meqense klyshtë ishin shumë të kërkuar, domethënë ky i shiste.
klyshët edhe i sigurohesh kur ishiste që me thënë e kishte kthy në biznes fitim prurës, po jo me qëllim. Me thënë nuk nisi qëllimi ashtu. Me që si kishte, po sigurohesh që ato që i merrshin klyshët, si me thonë, të jenë njerëz sakt. Po, dhe kjo, që unë harrova ta përmendja, shumë e rëndësishme. Të ishin njerëz, jo që ta marrin qeni kështu, qen bari gjerman, pastor gjerman edhe se janë të bukur mu pa. Sigurohesh që personi që do ta marrë, domethënë do ta doj kafshëm. Unë fatikisht e kam shumë qejf. Personalisht e kam shumë qejf pastorin gjerman, më pëlqen pamja, më pëlqen karakteri që ka. Ka dhe IQ të lartë. Okej, kjo është arsye me dash. Gjërësi po shumë e madhe, po është më fikso fare nga pamja. Unë them se ka edhe problem nëse nuk ke marru edhe mos do të nërpres. Jo. Maro. Mendoj se është i problem shumë i madh me këtë i problem tjetër, do me thonë ke dyqanet e kafshëve sepse krijojnë një ndarje shumë të fortë mes vlerave të kafshëve, ku do me dalë ke raca. Se këto janë qenë race, edhe këto janë qenë bastard, bile s'është termi, është qenë bastard më burë, është termi, çfarë termi përdoret, do me thonë, qenë bastard. Bezdis pak, e vërtet. Po, vetë termi është negativ, do me thonë, krijes kot, si me thonë, qenë që s'ka vlerë. Ndërkohë që ne dim shumë mirë që këto që presupozohet të jenë qenë race, faktikisht janë gjithë qenë laboratori. Janë gjithë qenë që s'janë race fare, do me thonë. S'janë fare race puro, janë gjithë sajum. Edhe kanë edhe probleme, për shembull vetë ky pastori që diskutum ka probleme me femurin. Ka këmbë të mrap me të shkurta. Edhe vun jashtë mase me kalimin e moshës, domethënë me zor hecën nga ato këmbë të mrapa, se domethënë femuri futet brenda foles, ato e kanë i del femuri nga vendi. Këto bulldog s'morin dot frym. I zet gjumi se smushen me oksigjen. Janë kështu në gjithë kohës, domethënë me probleme. Janë shpërfytyruar, kanë probleme shumë të mëdha, shumë qenë kanë probleme të caktuara, domethënë si pasojë e miksimit të racave dhe si janë të pastër fare domethënë. Gjithë to që marrin si raca të pastra të shtrenjta nuk janë fare ashtu. Ndërkohë që ky qeni që qarkullon ke rruga është edhe fizikisht shumë më i fortë. Domethënë duro smundje janë, siç përmenden edhe këto macet që po fliça herë me veterinar, këto macet tona thotë nuk duhen me ja ditë. I kap smundja thotë janë tank, janë shumë. Këto që vinë tha, që shiten tha këto i gjome i kap të du të mjenet nga mrapa se janë gati. Se kanë fare atë mbrojtjen ata dënën e fortë, domethënë nuk kanë rezistencë fizike. Kështu që them që një është ky problemi, e dyta kjo fut edhe një koncept shumë gabum mas, kjo puna e racë bastarde. Përzgjedhjes racës. I quajnë kështu si Shlerson. po ç'a qeni, na kanë thonë edhe ne shpesh, domethënë, Albano kishte marrë qenë, po ç'a race? Është sikur pyesin ç'a mark makine ke marrë. Fix. Ç'a makine ke marrë? E ke parasysh pa lidhje fare, domethënë. Ç'a marrë valla, ç'lidhje ka, domethënë, ç'a lidhje ka? Kam marrë qenë edhe nuk e kam marrë në dyqan i thoshën, kam shkuar e kam marrë, se du të jem pjesë e hajrit, e gjonave me bë mirë, se hajri është turqisht, po du me eci term. Po me bë mirë, edhe jo me bë keq. Domethënë, të shi tjerët mundohen, ti mundohesh gje kafsh, mundohesh me i rujt, me i shpëtu, me i bë i qit në adoptim se si ma dot. Të shi pse mos t'jem pjesë e këtij zinxhirit, pra e gjithë temë si po diskutojmë deri tash, po shkoj ta blej. Më thonë, edhe shpenzoj lek, edhe bëj sherr. Edhe i them atij, shiko, vazhdo shit se ke si puna ime që ti blej, domethënë, edhe lulzon ai lloj biznesi, që për mua është shumë i gabum. Domethënë nuk jep sens. Siç kanë shit njerëzit, ha e shesim edhe njerëz tash, hapin dyqane me njerëz. Nuk më jep sens. Kështu që them që më bë herë, them më mirë shkojmë ke këto njerëzit që punojnë fort me shpëtu, edhe ne që si shoqëri domethënë duhet të jemi shumë, do ta kuptojmë këtë fakt që nuk mund t'i blejmë kafshët, duhet të bëjmë, meqense i dashkemi kaq fort kafshët, atëherë hajde të ndihmojmë, t'i adoptojmë. Biles them që duhet me shku edhe për te kësaj, kur adoptojnë njerëzit zakonisht shkojnë kështu, se edhe duke nisë nga vetja. Përpara normalisht kur dosha me adoptu shifsha në qen që është i rregullt kështu mekanikisht. Kurse kur vita i qeni kështu që kishte i këmbë të vramë ose se kishte fare ose ke parasysh. Kjo është akoma më e fortë. Ato kanë interes, se ai ka shumë më shumë problem, ka shumë më shumë, do shumë më shumë mirëmbajtje, harxhe, është shumë më problem për këto njerëz që i mirëmbajnë, që merren me kafshët, domethënë edhe i shpëtojnë. Këto qenë që janë me probleme. Macet që janë me probleme, them Niveli i bamirësisë është më i lartë. niveli i bamirësisë edhe kthimi i mirësisë që të vjen nga Zoti mbrapa, them është shumë i madh, shpërblehesh më fort. Pauzë se po kalojnë ulurimet ke rruga. Vazhdo se marrën Tashi punën vetë. iku. Them që është më e mirë, domethënë që
Jo vetëm mos blejmë edhe të adoptojmë, po edhe kur adoptojmë që se kena mundësi, do më thënë, me shkeli qik më fort ke egoja jonë edhe me paj qik më shumë më për te, edhe me adoptu në Reja orë të ne kafsh Beni thot unë kam lek mjaftueshëm, du të zgjedh macën që dua, qenin që dua, sepse në adoptim nuk e gjej dot. Po, kjo është shumë interesante. Më falë, mos më ndërpreva, Alba. Jo, s'ka gjë, jo. Mua më shkruar kjo përshtypje që personat që i japin kaq shumë prioritet që ta marrin macën me një aparencë të caktuar, Racë të caktume, thëse, si po diskutosh. po, i japin shumë prioritet aparencës sesa shpirtit kafshës. Pra, ndoshta do thoja unë këta e shikojnë kafshën si një tejziati dhe një aksesor të egos tyre. Rrim këtë tema që i bëm shpar, pra që the që i shohin si objekte jo si Objekte. Pra çash kafsha, një gjë e bukur që unë ta mbaj në shtëpi, një gjë e bukur që më bëhet Për foto. dhelur egën. Një gjë e bukur po që unë të mburrem tjerëve shëshiqa kam unë, pra kafsha duket sikur e zhveshin kafshën nga individualiteti i tyre, nga shpirti i tyre dhe e objektivizojnë. E bëjnë si tejzjati, kafsha e humb shpirtin e vet e kthejmë bijuteri për. dhe kthehet në tejzjate të egos. Dhe për mua kjo gjë është një gjë shumë sipërfaqësore. Dhe sa herë që e shoh dikë që e reflekton të gjë, normalisht nuk e kërcas direkt, pa filter, po mundohem që ta këshilloj që, okay, e ke marrë të kafsh, po të paktën krijoj një connection me të, trajtoje si një gjë të gjallë, jo si objekt. Po, automatikisht të lloj njerëzish edhe nuk e kuptojnë kafshën siç duhet, domethënë. Besoj. Ajo është që do të thush, besoj. Që këto njerëz që i marrin kafshët si objekte edhe i trajtojnë si objekte i fare. Munohen, po nuk arrin dot. Ose i heqin në momentin që kafsha nuk u jep atë që duan ata. Kena Po, njoft, se në kena rast se nuk njoft. ka pëlqen shoqëria, i thotë që është macë e kot ose qen kot, edhe do marrë një brand të ri, po themi Është macë. edhe ky problemi që kur kafshët janë të vogla mosh bëjnë sherrë, si se janë fëmijë. Bëjnë shumë sherrë. Edhe aty del në pa, domethënë edhe kjo ana e njerëzve që i heqin, i nxjerrin. Po s'qelloj që në fillim kështu dele, në kuptimin kret kështu i butë qeni, jo me sherrë, nuk dun përgjithësi të tilla, nuk dun telashe, si më thon, nuk e s'mjep, edhe kjo duhet është problem tjetër, them unë, që duhet me qenë i dur, duhet me kuptu që i kafsha kur është e vogël është si fëmia, bo sherrë. Edhe është normal që të kesh durim, po ndryshon komplet. Edhe i them gjithë ty në më çmeni ky qeni, më haça qafët, më ha shapkat, më sakatoj, s'naloz, nuk bindet. Të që i them unë, se kafsha shumë e thjesht mu korrigju, po nis kena durim. Nduket se duhet diku ke i muj, maksimumi që me e bo kështu, kur ta thrasësh të përgjigjet, nuk po them me torturu me e kthy në cyborg, po të mësoj disiplinë, domethënë, se funi, se nuk, mos e eduko qenin a shumë thoshin mu për shembull se ka drejtat e veta që janë të muhabetet, domethënë ai nuk është njeri, domethënë ai nuk kupton si njeriu. Qeni abuzon, domethënë i kalon limitën nëse ti e lejon, nëse ti e hyp në shtrat, ai mund të nguli edhe dhomët nesër mas nesër, thot alfa e unë si e ti. Qeni nuk duhet të rrisi për teje. Edhe këto gjëra duhet i kuptojnë njerëzit, që qeni nuk është qen, nuk është njeri, nuk është se e kupton që kam hyrë ke shtrati i babit po s'bres. Qeni po hypi ke shtrati po e majtë gjithë, jo ke gjithë, po mund të ndodhi që qeni nëse e ul si për vetes, domethënë ai automatikisht njihet alfa. E këtë është programuar për të funksionuar në tuf qeni. Është ashtu, është projektu domethënë, ashtu e ka instinktin. Edhe si t'ja bëj unë tash. Kështu që e mirë është që në fillim qenë mos i lesh me hyp në divan. Mos i lesh me jetu si njerëzit, domethënë, po t'jetojnë si qenë. Krijoje gjitha kushtet maksimum, po nuk duhet t'jetë si për teje, domethënë, në kuptimin e parë të fjalës, nuk duhet ulet si për divanit, nuk duhet hypi ke shtrati. Edhe kur e shef duhet ta qërtosh zbrit, domethënë duhet përdor ti fartoni. Në mënyrë që qeni domethënë mos të ketë probleme mrapa, se jo po qenit nuk vlen se të kafshojnë apo janë tegër, nuk janë tegër, problemi është ke njerëzit. Megjithëse këtë e kam mësuar nga i shoku im që merret me kafsh. Domethënë më thoshte që nuk është problemi ke kafsha, problemi është se duhesh trajnu ti, më thoshte. S'ka nevojë për trajnim kafsha, ke nevojë ti për trajnim, thoshte. Edhe e boni për 5 minuta qenin që kemi ke verrit, domethënë. E bëri për 5 minuta direkt kështu, e zbuti direkt, domethënë. Ne s'na lote, vetëm kafshote ishte kështu dot, o vetëm si them unë s'ka, dhe ne gjithë gabimet që bën. Radh parë herë që e hype tha që kur erdhe këtu tha. E hype sipër tha. Qy këtu tha i the që unë jam poshtë teje dhe ti baraz me mua minimalisht, ti baraz me mua. Ai nëse e qiu vetëm baraz me ty do të sulmoj tha, që dalin mbi ty. Po. E kapi e ulin tokë, ai qiti dhomët e preku ke trupi kështu. Ai u filloi të u habit, domethënë çaponov.
E i tregoj domethënë që jam unë, nuk je ti, edhe për 5 minuta e u zbut fare, rrite kështu, nuk dite ku ishte, u përul, domethënë, nuk e kuptoi rolin e vet. E aty e mora veshin me vërtet njerëzit kanë nevojë për trajnim, jo kafsha. Po si konkluzion, njerëzit që adoptojnë edhe duan të kenë një kafsh, duhet të kenë durim, edhe ta Po kenë njëri mu i parasysh besoj- që kafshat do përkushtim. Duhet durim, sepse Është përgjegjësi. është përgjegjësi shumë e madhe. Unë kam një bindje që sa më javë dikush ta disiplinoj kafshën se qenërat konkret, ky është reflektim se sa ka disiplinuar dhe veten e vet. E vërtet. Është si disiplinimi dy anshëm, i vetes Është edhe tregues praktikisht e personit kafsha, e drejt. Kemi tema pa fund që mund të trajtojmë, po desha ta mbyllim me një mesazh për shoqërinë shqiptare, për të gjithë që duan marrin një kafshë ose që duan të kujdesen, edhe ata që s'e kanë menduar ndonjëherë të kujdesen. Çfarë thiri i bëti? Thirrja ime do ishte që thjesht do adresoj rrënjën e problemit, te rrënja jonë është kulturore mbi të gjitha. Sigurisht ka të bëjë shpirti çdo njeriu, se sa empati ka ai si njeri ndaj kafshëve, por mbi të gjitha është edhe kulturore. Edhe mesazhi që unë do jepja është që rrënja e këtij problemi që ne kemi me kafshët është duke u vetëdijsuar të gjithë. Vetëdijsojmë të gjithë që mos ta shkojmë kafshën si objekt, ta shikojmë si diçka të gjallë, të marrim informacion si funksionojnë përpara se ti përgjithsojmë, ti quajmë agresiv, të ligj, problematik, sepse nuk janë ashtu, thjesht duhet t'i kuptojmë. Edhe Shqipëria ka shumë nevojë për ndihmë për kafshëdashës. Dhe nëse shumë persona do mund të lini pak më njanë në rehatin e tyre, jo ta sakrifikojnë rehatin 100%, po të lini pak një rehatin e tyre, sepse kujdesa e kafshë kërkon pak sakrificë. Kush nuk është i aftë të sakrifikojë pak nga vetja, nuk mund me kafshë. Dhe ajo thirrje do bëja unë është, nëse dikush ka i dashuri mjaftueshëm që të sakrifikojë pak nga vetja, që të kujdesë për kafshën, ta bëj, pse jo. Nuk po them se s'mund ta marrin në shtëpi, po dhe ato që kanë lagje të ushqej, të kujdeset, nuk kushton asgjë. S'kushton asgjë vërtet. Asgjë nuk kushton. Dhe nëse shumë veta do bënin diçka të mirë, të tillë, besoj se do krijonin një efekt të domino. Sepse ndonjëherë është që ta mbyll është ky mendim, ama se ja, unë do ndryshoj këtë mentalitetin këtu, jo. Ndonjëherë një veprim i vogël krijon një ripple effect. Jam krejt pro asaj që thu ti, edhe jam komplet kundër asaj ideologjisë që ase një person se bën ndryshimin. E bën ndryshimin. Se me shembullin, sigurisht bën ndryshimin Një gjë është e sigurt, ndryshimi s'nof me atë mentalitet. me atë mentalitet. Bën ndryshimin për atë kafshën e dashur, se ja ndryshon jetën, po bën ndryshimin në mentalitet, është ripple effect. Jep përveç se ndihmon kafshën, jep edhe një shembull te ato që ka afër ose te dikush që e shef. Sepse mund të themi shumë gjëra, po në fund ditës ajo që do ndryshojë është Vepra. shembulli. Ka dhe benefitet papame, mrena kësaj pyetjes, domethënë, antistres i papam, antitraum i papam. Domethënë ka prodhon trupi dopamin sa të dush, domethënë vetëm duke e pa. Jo më kur të afrohen ato macat edhe qenë, si i them herë Lorenës se shef në shpirt, i them. Kur afrohet që të shef kështu, domethënë ka i lloj shikimi qeni, domethënë Depërton më të pastër të shpirtit. në shpirt më betohem është ndrysh. Nuk e di, të shef mrena më shpirt, ka i lloj shikimi që të depërton komplet, ka i dashuri të papame. Domethënë e dallon se sa shumë do. Çfarë ndjesie ka kafsha kur të shef. Fiks. Edhe është një emocion që duhet ta provojnë gjithë thamun. Edhe njeriu më të egër e zbut, nuk e di. I them biles, ka herë debatoj me ti me mos, i them se shu e mërzit me stres e jetë e gjëra. Edhe i them se meri qenë. Po, se vuj kam hale, se majt do të e këshu, ore, do të hikin këto. Do me thonë, është antistres i papam. Me thonë edhe e këshilloj edhe njerë si puna mamës time, i këshilloj që në qose jeni të stresume, por me përgjithshmëri të papame, do me thonë, pa diskutim. Pyeteni mirë vetën që se ato nuk je vetëm ti, ka edhe jo. Po, ndryshe nga njeriu qeni kafshët nuk është se kanë pretendimet mëdha, ke parasysh. Kanë nevojë për dashuri, kushtet bazike, edhe kjo me afton do me thonë edhe do t'i heqin shumë nga strese, shumë probleme, biles japin edhe për njerëz që kanë probleme, se si quhen ato kafshë emocionale, diçka e tillë, majnë gjithë nga i kafshë kështu se kanë probleme emocionale. Në gjë për të shtuar si mesazh ti? Sa bëj dash. Okej. Ju falenderoj të dyve
ishte një kënaqësi shumë e madhe. Domethënë mesazhi kryesor prap tjetër është edhe përveç kulturës, kultura vjen me besim, kështu që unë pa diskutim i them njerëzve rrini ke Zotit, domethënë. Duhet pa diskutim domethënë njerëzit kthehen ke Zoti se është shumë problem, sa bie bot me problem. Rrini edhe praktikojeni besimin. Jo, s'po them për fen, po praktikoni besimin. Domethënë bëni vepra të mira, bëni këto këshilla që dha Kosta, sa më shumë bamirësi, automatikisht tjerat do rregullohen, them unë. Po ti bëjmë këto, besoj se çdo gjë do vinë vend në vet, siç duhet me qenë. Kjo është këshilla ime. Faleminderit edhe një herë. Shpresojmë që dëgjuesit të kenë marrë përbazë në një nga këto këshilla që u thanë këtu, edhe shpresojmë që kafshët tona të ndihen sa më mirë e sa më të lumtura. Tash ora 12 pa 10, janë 3 orë tjera shkojmë ke kafja edhe